Mirëmëngjes. Trëndafila me ves. Hey, come sta mariachi? Hola muchacho. Po si ka nis kjo ditë? Mirë, shumë mirë, me komplimenta. Po sa erdhi Rejtha, jeni bërë shumë bukur e vajzë. Lërë të shirë. Faleminderit, se harruam të themi, faleminderit. Isha paketuar kur erdha, prandaj nuk ju komplimentova në fakt, edhe meritoni sot të komplimentoni si çdo ditë, po sot pas keni një nur ndryshe. Po fshi nga ju ka ardhur ky nuri. I kam të fshirë, madje dhe i rregullova se m'ishte thyer ajo gjë e vogël këtu brenda. Hunza. Po, i rregullova, kështu që janë syzet të pastra, janë në rregull. Me këtë informacion që të sapo dhe shqiptarëve do ecë dita mbar. Kujdes në hunza. Jo, po më përmendi syzet edhe i thash, keni kujdes gjithmonë se a di kurse ke mendjen fiks, i palose kështu tak bie ajo, duhet jesh i kujdesshëm. Po, se ndryshe ke hekur te hunda, bravo. Bravo. Zakonisht ndodh që të kombinohesh me Rominën. Ç'ne kjo rastësisat? Sot jam kombinuar me ty. Një herë në mendje me ty, një herë në veshje me Rominën, një herë në mendje me po, sa mirë që sot e kam thy. Mirë ke bërë. Stili të shkoka, si stil ndryshe. Faleminderit, ngjaj pak shtu se kështu. Ja, lëri gojtë liga mos frymëzo media. Në fakt, ishte ajo që e shpreu si gjë, ne stam gjë, tham, okay. Po, pastaj fustani është modeli i atij që kur i ulur tregon pak. Të duke shë pak? Jo, se kam barë. Pra, jo. Je pak model skocez, Gjerman, je një mix i të dyjave, sot... Po, jam Berati. S'kaq. Me një këshu birë në dorë. Po, bravo, dhe ishte fix. Edhe flokët, në fakt, duhet i bëje me 2 gërsheta, sot. Ose 2 topuza këtu. Ja, me një herë, t'ja plotësoj. Ja, provoje një herë tani. Provoje. Ashtu. Dhe ishte fix. Edhe shife kur të nxjerrësh foto pastaj. Ashtu i kanë dhe ato pak si të shregullta. Bravo. Shumë mirë, nice. Jemi mirë. Njëri që plotson qep. Mbar ju ec dita. Mbar, si të shkoj ti dita dje ndërkohë Bora, se besoj duhet kesh pas një ditë ngarkuar, një ditë ngarkuar edhe emocionalisht, po edhe fizikisht. Po, duket reflektimi ditën e sot. Nuk kam dini të flej 5 minuta. Po, janë qepallat në gjysmë. Po. Janë... Po të pak të gjenit pa gjumë nga lumëtëria, mund të themi. Po, nga bisedat me gocën, nga ato momente që ajo ka gjetur një fjalë të re dhe thot që më ka shkrirë zemra sot me gjithë të gjërat të bukura që më kanë ndodhur. Më kuj gjenë ta fëmijët e sot. Çudi më bënde mua, teksa se dini ju shkeni fëmijë? Jo, edhe ne jemi të surprizuar dita ditës nga fëmijët, sepse ata dëgjojnë dhe mësojnë ka shumë gjëra, se i thithin si informacione dhe i përdorin fiks në momentet që duhet, se kjo është e veçantë, se përdorin kod. është një brezi ka ecur me hapa galopant, ne kemi qenë shumë brapa. Ne kemi qenë të zimë. 4 vjeç neve dhe lugën e kapin kështu spratë. Çam kujtove. Nuk e di, kur e kemi thënë ju të plot fjalën frigorifer? Ose Skënderbe. Von ka që. Dhe mak shumë rezulton. Shumë von. Nga 9 vjeçarja. Tani, po, bravo. Ke njerëz... As klas par jam kështu e surprizuar. Ke njerëz që thonë akoma frigoferi. Po. Shpjetë më bet. Frigoferi. Prandaj bëta juve. Edhe kanatiere ka qenë shumë e vështirë për ta thënë. Nuk e di keni pasur probleme me unë. Kanotiere. Unë thënë nakatire. Nakatire. Po. Ka ngel kjo. Jo, këta fëmijët e sotëm që 3 vjetë e tamam Skënderbeu, kanatiere, kastravec, frigorifer. Janë brezi që kanë lindur bashkë me ChatGPT-n. Po. Edhe kur të mbaj më ndërivon e thosha s'kastravec. Nuk ka straveca. Po le të themi që ne kemi qenë brez autentik. Po. Brez legjendar. Po. Ne jemi legjenda dora vetë. Me thënë, këta shumë perfekta brezi sotëm, si në duken kështu kaq perfekt. Perfekcioni është i mërzitshëm thonë, apo jo? Po, shpresojmë ja do të përpiqemi Flit dhe pak Romina që të na ndihmosh që mos të ndihemi keq. Po, mos të dalim aq.
Që brezi jonë, domethënë ndihmoj brezin tonë që të ndihet mirë. Brezi tonë të ndihet. Tash mjaftueshëm besoj. Brezin e s'vjen të fundit e mojkanëve. Ndërkohë ti Romina ndave me ne një shqetësim. Që? Pak më përpara, që ke fjetur vonë dje. Po, shumë fjetur dje, po. Tregoj njerëzve, çfarë është orari vonë për ty për shembull? Ishte shumë e lezetshme se po thoja kam fjetur vonë, të bëra çfarë ore, se e di bora çfarë ore kam mund të vonë. E unë thash ora 11. Ti që ke pa gjumë sot? Po vonë është tani. Ti që ke pa gjumë sot? Po unë flenë në 8:30. Po ja bën ti sot njerëz ti që ke zgjuar. Unë se di domethënë, është kjo tregon se sa punëtore është e ka ardhur dhe në emision. A e kuptoni që nëse ndonjëherë flen në 2 të natës, më shpejt zgjohesh kur flen orën 2 të natës se sa kur flen. Se duhet gjumë drejt. 2:04. Po. Je më i freskët. Si zhegu. Gjumi i zhegut, po, bravo, bora. Gjithsesi, domethënë, unë kam një ilaç për ty. Po. Kam një ilaç që është ilaç magjibërës. Është një ilaç që sa po të prekësh me buzë. Ore që në nuhati kam përshtypjen me thonë. Dhe me njëherë që në glënkën e parë, dhe sa po e nuhat, ai me njëherë të zgjon. Ka reklam sa po i bën duhet paguaj unë të sot? Jo, s'do të paguash mua sepse e kemi këtu gjithmonë. Po, për shërbimin flas. Jo, për shërbimin jo. Absolutisht. Sa të mbaroj ky sezon, direkt faturën ta çoj me kamat. Po faturën bashkë me ato xhaxhësës. Bashkë me balonën që përgjigja në fund balona. Një segafredo. Ja një segafredo për ty Romina sot, që më që ke fjetur shumë vonë. Po. Unë jam alarmit. Unë isha prapë të shumë të Apo ti ke fjetë shpejt nga ora 2. Po. Domethënë, u përpoqëm të flinim pak mbas dite, po s'bën ai gjumi mbas dite, se kemi kështu si kot. A nuk vlen ajo kur fle fëmia, fle dhe mami? Po jo pra. Ta kam treguar si histori, domethënë gjithë thonë kështu që po më se kur fle fëmia as kur është 4 vjeç pak. Po ti thua që tani që po fle fëmia, po bën ndonjë punë të paktën, po merrem me ndonjë gjë. Ndërkohë ti, po të merresh me punë do ta zgjosh se do bësh në një zhurmë. Po pra, e shkreta Niki me zhurmë të nxjerrë. Jo. Gati segafredo i parë i ditës. Që unë jam njëri që nuk bëj zhurmë fare, jam kështu pupër, nuk e ndjen kurrë. Thua ti, duhet mbetur në atë shtëpi. E ka marr me konfirmim. Jo, unë se e di, po flasje zakonisht njerëzit që thonë unë jam pupël vërtet. Jam po. Jo, unë kam të faktuar nga njerëzit për shembull nga. Unë ashtu mendoj, pa ata të mendojnë ndryshe. Okej. Jo, dhe për shembull jam i qetë kur zgjon. Tani unë nuk po bëj dot krahasimin me mama tona, se ti thua atyre se çfarë është qetësia kur një fëmijë fle gjumë është. Ne jemi mësuar që flejmë edhe në përdasma me muzikë, me veshin aty te boksi. Po të erdhi gjumi. E shikon çfarë brezi. Ne gjumë tjetë po erdhi gjumi kush e lëshon. Ja për zotin tani për shkakun jo mund të flis, jo mund të fle pak gjumë ndërkohë. E kam raportin me gjumin kështu. Po të më thuash 5 sekonda fli, direkt. Ke kohë 1 minutë e gjysmë, maksimumi 2 minuta. Te videot virale po deshin. Ti ke shumë gabim se unë shijoj shumë videot virale. Nuk e zë dot. Mirë atëre. Në atë minutazh unë do të të bëj segafredon që të zgjohesh tamam, të marrësh dhe shijen e videove dhe të jesh tamam. Videot virale. Po, ashtu bëj. Sa e ndjeva këtë. Po. Sa herë shoh lek në ëndër, gjithmonë të nesër kam një shpenzim shumë të madh. Pra se kështu do thoja, dele kundër. Nuk e di domethënë se pse më ndodh. Ke parë Nuk e shijoj dot kurrë as ëndër. ëndrën? Jo, mbrëm s'kam parë. U bëra ca kohë që nuk po shoh në ëndër lek. Mos ndoshta kjo është në një sinjal për të marrë. Sikur tha, por thash, nuk kam parë në këto kohë të fundit në ëndër lek. Shpenzimet po prapi kam pasur. Ja. Të pasur në kështu shqetësim. Jo, shpenzimet i kam pasur këto kohë. Se do thosha ke pasur thjesht një shqetësim të mëngjesit. Ke pasur shumë të ardhura. Mirë, okej. Mos u qaj. Okej, nuk qajm, nuk qajm, absolutisht. Nuk qajm, edhe mbi të gjitha, nuk qajm kur shoh se si është bota. Si është bota? Bota është e egër, por mbi të gjitha, bota është dhe e bukur. Se e keni parë që bëhej me Met Galan? Pash, e kam ndjekur. Çfarë kostume është, çfarë ti vishnim një herë ato në
Aty po. Jo të gjitha, jo të gjitha. Shumicën jo. Shumicën jo. Okej, po mirë tani, kur shkon në një event atil, duhet që të eksperimentosh pak. Jo, po edhe tema vetë nuk të lejon që të kesh një veshje të thjeshtë. Domethënë, nëse atje je bazik, je i mërzitshëm edhe je njerish nuk spikatesh, për shembull, nuk fotografohesh. Sikur që një aktore kam përshtypjen kishte veshur një këmishë të bardhë dhe një fund. Ishte sulmuar, kjo veshje ku po shkonte në intervistë. Duke sikur ti nuk je dedikuar. Është e vërtet. Prandaj them që njerëzit të paktën që shkojnë atje, të gjithë të famshmit që janë pjesë e Met Galas, normalisht që duhet të eksperimentojmë pak. Pavarësisht se mund të na duket e çuditshme. Pra ti ke bërë detyrat e shtëpisë. Detyrat e shtëpisë janë bërë, shkojmë tek titujt. Titujt. Kemi apo si kemi? Duhet i kemi patjetër. Nëse si kemi. Okej. Kush nga yjet shkëlqeu më shumë në Met Gala? Kush nga yjet? Lady Gaga. Tani, ne kemi, unë kam përgatitur në fakt për sot, kam përgatitur 3 kolazhe. Edhe mund të shkojmë me njëherë me kolazhin e parë, do të ndalemi tek secila foto për të komentuar kolazhet që janë. Pompoze kjo veshje. Po, është shumë e bukur për atë, për eventin. Shumë stil. Edhe mua më ka pëlqyer shumë. Kush ishte kjo prisja harrova? Ja, vetëm një sekond, ju lutem, sapo unë t'i hap dhe t'i kem përpara të gjitha gjërat. Po, është veshja duket fantastike. Po, shumë e bukur. Vijat janë shumë në mod, këto aksesorët japin. Pra këtu është Teyana Taylor në foto. Është një veshje që ka një kombinim edhe të, le themi, një kostumi që mund të ishte për një djalë. Maskulin, po. Po, maskulin, por edhe pjesa e pelerinës lartë që ndërthuret edhe si velo poshtë duket. Interesant. Po, shiko, kishte shumë të ngjashme. Markën me thënë drejtën. Është filloi u komentuan të gjithë pra që çfarë kishin veshur, stilist kishin zgjedhur secili nga këto. Okej, mirë, tjetri se kemi shumë që kështu mos humbasim dhe një. Tek tjetri jemi me Pharrell Williams. Po. Është bazik. Ama më këtë pantalonet e këtij nuk i kam kuptuar ndonjëherë. Ajo është në fakt pantallonat deri diku, okej, prap bazike janë. Po jo, po ka një stili cowboy. Rrjet është ajo xhaketa. Po pra, xhaketa është si e thurur me dorë. E thurur, po. Në fakt, ajo duhet të jetë material, kam përshtypjen material shumë i shtrenjtë, mund të ketë mbase edhe gurt vegjël në të. Po. Se ka një lloj shkëlqimi si material. Nejse, skip, kalojmë. Po që është... Nuk është... Shpis në këto veshje që është... Nuk të bëmë përshtypje. Keq djali, keq, është më mirë. Ec djali tjetri. Ja, jemi tek Lala Anthony. Po mirë, kjo shiko pak duket si Enida Tarifa. Në fakt po. Po veshja, ideja. Shikon stilistët ta sa para janë me ide, me kreativitet, kjo duhet thënë, pra, kjo duhet thënë. Gjanë si Enida. Është ide që... Ka shumë vite. Veshjes femër dhe gjysmë mashkull. Po, edhe këtu jemi pra. Jo në një gjë wow, pra. Tani, një ndër njerëzit më të sulmuar. Një ndër njerëzit më të sulmuar ka qenë. Në fakt, Kendall Jenner, kam thënë që ku po shkon kjo në zyrë. E pra, i kanë thënë që... Pavarësisht se mua personalisht më pëlqen shumë. Një punojse seksi, do të thënë një vajzë e cila do të punojë në zyrë dhe i jep atë prekjen finale seksi. Nuk veshim në zyrë fustane me të rriqje këmbësh apo më mirë, po i kanë thënë që ishte shumë bazik. Por si xhaket, i kanë thënë, po, si bazike, dhe i kanë thënë që sikur do të shkosh punosh në zyrë, po thjesht i ke dhënë prekjen tënde sensuale xhaket. Nuk është shumë e përshtatshme me Met Galan, por është shumë klas. Shkoj vutë re që klasë shumë, po absolutisht. Gjithçka për mua ja bën në varsje. Po. Gjithë klasin e madh të gjës. Po edhe prerja, më pëlqen shumë. Edhe prerja, patjetër, po varsja jep një shkëlqim tjetër. Shikoj, për shembull, kjo është një nga ato veshje që njerëzit mund ta mendojnë për ta veshur në për event ose në ndonjë ftesë. Por shumë sepse bën shumë sens. Mua pëlqen shumë personalisht. Fakti që ka xhaketë këtë fundi me këtë prerje fantastike, shumë e bukur. Ajo që më vura re të gjitha tek një pjesë e mirë, jo të gjitha vajzave, ishte dedikimi që kanë pasur ato për flokët.
do me thënë, nuk ka qenë më i mirë i tyre. Shumë pak mund të kenë qenë ato që i kanë stiluar dhe i kanë reguluar në bazë të shumë drejt veshjes. natyrale, pak të shkujdesura. Por gjithsesi pamja e Kendall Jenner këtu një ylli vërtet. Shumë e pastër. Një ylli vërtet. Portreti, qëndrimi, shumë diva. Po. shumë lady. Nëse se motrat Kardashian kanë bërë namin, kanë tërhequr vëmendje masive. Okej, ecim të tjetër? Ecim. Po. Ecim. Hajde. Jemi me Coleman Domingo tek fotoja e radhës. Pas ka veshur një perde. Ka veshur një perde dhe i kanë vënë një kështu, si quhen ato? Lambatar. Armatur. Jo, si quhen ato që na vinin kur hanim. Gushore. Gushore, bravo, se s'po m'vinte. I kanë vënë një gushore. Një të gushore merr. pak Tani, më të madhe. ideja është që po duart i kanë mbajtur shumë keq. Duart e Ku janë duart? Që kanë mbyllur pelerinën. Duart. Ato janë duar, Romina. A janë duart? Po. Duart i kanë mbajtur keq. dëshova një moment. Po. Por gjithsesi mendoj që është një veshje për shembull që të më luteshin nga mëngjesi në darkë për 4-5 vite radhës e nuk do ta vishja, domethënë. Kur si dihet, po t'jesh në Met Gala, për shumë mund të mendosh të Varet kush është stiliste. Për shembull, unë pash njërin që kishte ikur me kostum motoristi, ishte me skafandër në kokë dhe në të dy krahët nga dy veta ja tërhoqën kostumin e motoristit dhe kur ju hoq kostumi, ishte një kostum tjetër poshtë, që ishte me një ngjyrë pak të ndezur në fakt, të kuqes, ngjante me vija të ndryshme, me kuadrata gjithashtu, kostum pak i çrregullt, dhe ndërkohë ishte totalisht performancë. Pikërisht, ishte totalisht në sintoni me pjesën e skafandrës që ai kishte në kokë të vendosur. Kështu që mendoj që një eksperiment i tillë për shembull është interesant edhe atë mund ta Edhe pse ti nuk di të japësh motorit. Edhe pse Po pse? nuk do hy me motor. Do të thoshte ty një stilist, ti do të veshësh markën time sepse do paguash për këtë. Mirë, aty pastaj varet se sa është. Zakonisht ku janë veshjet? Mirë, Ja, po. Hailey. Po, Bieber, që e cila në O fakt zot takat. takat, po bashkë me... Më ngjau në fakt si takat e Gerta Gixharit. Ku i pash një moment. Më ngjau në Bashkë me fakt. Kailin kishin nxjerrë ditën e dieshme një video që thoshin që ne përveç se jemi shumë shoqe, jemi edhe motra, edhe mund të kombinohemi edhe në idetë tona, pra të varses thjesht unë kam më pompoze, thoshte Kaili, ndërsa Hailey Bieber është ajo. Veshja është klas. Mendoj, veshja është klas, po e kemi parë 200 herë këtë veshje. Por është shumë basic dhe nuk blen për Met Përveç Gala. asaj dukeshe një portret shumë i mërzitshëm, flokët i kishte shumë keq. Se mërzitshëm, Justin e kishte shpërndaj, kishte bërë gjithë ato. Dakor, por ajo në atë që përfaqësoi, domethënë, edhe në ecjen e saj dhe para fotografëve është cilësuar si një portret i mërzitshëm. Takat vazhdojnë të jenë. Takat gishtat që Bravo. Gishtat që fluturojnë jashtë takave. Kjo duhet të jetë kështu për duar trokitje se si mund të qëndrosh. kush e di sa të shtrenjta duhet jenë ata. Po përveç kësaj. Mos flasim tani lërin i këto. Ecim. A$AP Rocky është tek video e radhës, tek foto e radhës. Në një veshje interesante do thoja. Ka kështu shpatë. Ajo është çadër. Si sherif, çadër. Po, është një çadër. Duk si armë. Majën e ka me diamant. Pjesa e dorezës është një improvizim i një pistolete mbase që mund të ngjajë dhe simulli kur e sheh, domethënë është një gjë e çuditshme. Ndërkohë veshja prapë është bazike, është një kostum me një pardyshim ditë shiu. Po, duket sikur s'është ndrru ende. Thjesht ato gurët e diamantit që bëjnë përshtypje që ai vendos, pra, edhe varse, edhe unaz, edhe vëth, ato detajet. Por okej, jo ndonjë gjë wow, po lezetshëm. Domethënë japim secili mendim personal, ne jemi as stilist, ne jemi kritik arti dhe kritik. Okej, ne japim këtë pjesën tonë, pra, dhe në fakt ka folur gjithë bota të flasë. Dhe ka një gjë që, për shembull, ne bazohemi edhe tek ato që kanë qarkulluar rreth e përqark në mediat botërore se çfarë është komentuar për secilin nga personazhet. Okej, ecim. Dhe ecim është Zendaya në foton e radhës. Ba. Zendaya në fakt kishte një veshje të bukur, se ishte e Pradës. Prap mendoj bazike. Jo, shumë njerëz e cilësuan si një pastërti, një bukurie pastër dhe përfaqësim
Por ndodhi diçka që ishte edhe një aktore në mos gaboj, që kishte të njëjtën veshje, të njëjtin stilim, edhe filluan të gjithë tani të thënë që jo përveç kësaj, një stilist do të pushohet nga puna, dy stilist do të pushohen. S'mund ta bënte këtë gjë, po, e vërtet. Se ti në një mbrëmje mature vishesh një sojë edhe tikën mendje të prishet mbrëmje mature. Jo, më në Met Gala që janë sytë e gjithë botës. Në fakt e kanë sulmuar shumë se kanë thënë që ka dashur të imitoj Melanie Trump. Në veshjen e saj, ka dashur me kapelen që ka pasur poshtë syve. Ka dashur që të ketë pikërisht atë lloj luku, atë lloj pamje, pra, si Melanie Trump. Ky është sulmi më i madh që i kanë bërë Zendayës, edhe normalisht kanë sulmuar edhe faktin që është një veshje bazike, nuk është se ka diçka interesante ose ndryshe. Por gjithsesi prapë edhe unë mendoj që është një nga këto veshje për shembull që po, edhe kjo mund të merret në konsiderat për veshjet në një event për shembull jashtë tapeteve. Okej, ecim? Ecim tek e fundit është Lewis Hamilton i Formula 1. që ka kombinuar në Zendayën. Lewis Hamilton është i njohur në gjithë botën që është shumë ekstravagant, guxon shumë, edhe në veshjet e tij të përditshmërisë, edhe kudo ai guxon shumë, edhe me aksesorët, edhe me mënyrën e veshjes, spilat ai vendos për shpar gjithkohës që vendos spila në për xhaketa këtë qenë. Shumë stil në fakt Lewis Hamilton si personazh. Si ka mundsi për shembull që këti duken bukur? I shkojnë. Po, i shkojnë, sepse edhe për shkak se jemi mësuar që ai në dalje të tilla të ketë veshje të tilla. Shumë të bukura, të spikas me veshjet që ai zgjedh. Këto xhaketën për shembull, jo shumë djem do guxon me një xhaketë të shkurtër. Aq sa është kjo. Dhe me pantallona që janë sigurisht me shtat të lartë, por detajet bëjnë diferencën. Po, patjetër. Ndërkohë, do doja nga regjia që të shkonim, kemi një video. Disna ke marrë hanën e vë? Kemi një kolazh me video. Mbaruar. Dhe tek ai kolazh pra është pikërisht lajmet më të rëndësishme që u krijuan nga Met Gala. Po, okay. Pra që normalisht i pari dhe kryefjala e lajmit është Rihanna, por është një video pra që është jo vetëm me Rihanën, por është video e plot. Ta gjej regjia dhe ta transmetoj. Është një kolazh video. Se ne pam videon të Rihanës, madje ne komentuam që po. Jo kjo regjia është një tjetër, gjithsesi kjo është e Rihanës, po është një tjetër, po kalojmë atë tjetrën. Kylie, Zendaya janë personat më me ndikim të këtij viti. Ndërkohë ka qenë ajo fotoja e famshme e Justin Bieber që gjithë thonin është inteligencë artificiale, një foto e Justin Bieber. Pati Katy Perry një reagim. Met Galas. Pati Katy Perry dje një reagim, i kishte nxjerrë një foto që ishte në Met Gala. Dhe ndërkohë ajo reagon sepse mami saj ja kishte çuar në foto në WhatsApp dhe thoshte që tani ku ndodhesh, je në Met Gala apo je tek ai udhtimi që ti më ke thënë. Dhe ajo desh që të bënte një sqarim në Twitter dhe thoshte që unë nuk jam në Met Gala. Ajo që ka ndodhur është nga inteligjenca artificiale sepse unë ndodhem në X vend, pra kishte dhënë edhe për shkak. I kanë gjeneruar një foto, një video nga ata. Ja çoj direkt nëse do mundem. Ndërkohë që ne flasim regjia, kalojmë te kolazhi i dytë. Ndërkohë që ne flasim. E te kolazhi i dytë shkojmë pak më shpejt. Përgatitur bollshëm sot. I kemi të gjitha gati. Po ndërkohë tek kolazhi i dytë e para është Anna Wintour dhe tek ajo është bërë shumë ka qenë shumë fakti i një njolle që është gjendur në fustanin e saj, po është zmadhuar ajo si njoll. Ka qenë në anën e djathtë të saj, edhe ajo ka qenë shumë interesante. Në fakt se gjithë merreshin me atë si njoll, si pikë të vogël. Në fakt unë sa e pash më dha përshtypjen e një veshje mesatare të zonjave tona shqiptare në përdasma. Po ecim tek tjetra regjia. I kalojmë shpejt e shpejt? Po, si jemi pak vonë. Ecim te tjetra, pak më shpejt. Okej. Black Beauty. Bëhet fjalë për Anok Yei, një pamje në fakt shumë ndryshe nga Shiko, ajo që kanë të përbashkët. Një portret shumë ndryshe, pamja e saj pak më egër, pak më provokues. Qëndrimi besoj që jep dhe atë pompozitetin e duhur vesh. Ajo që kanë të përbashkët kanë jakën, pra kanë një lloj kostumi ose kollaren, pra e kanë një gjë nga seriozja, le të them, por e sill pak më ndryshe, me motive dhe kjo e bën akoma më të veçantë. Edhe kjo lidhja, pra se ka dalë kjo lidhja Rihanna lidh mbrapa, kjo lidh para. Lidhja e Ja ku jemi me Charlie XCX. Wow, që nga zhvesh motra.
Jo, qyqa. Qa po thuti më Romina? Veshje për Met Gala është ajo? Po gjem qatë gjem do lapë është. Camila është kjo? Gjena Ortega. Gjena Ortega. Çfarë ka veshur? Gjena Ortega ka veshur një mburoj. Po, tamam. Si ka ose ka veshur disa vizore. Metër më shumë. Metër. Po mirë, tani këtu. Tani këtu s'kemi qa themi. S'kemi qa themi, no comment. Ecim, s'kam fjalë. Po. Ecim, ja. Po këtu, ke qa thua, s'ke qa thua, ecim. Shumë lëkur dhe ishte shumë e hapur mbrapa. Shumë lëkur, po tani, aty diçka do të zjerja jo. Tajla ka shkëlqyer gjithmonë me veshjet e saj, po këtë herë një zhgënjim duket mua. Po, një zhgënjim në total. Flokët, imazhi, veshja, qëndrimi nuk di, do më ndaj është, ka një super trup, ka linja fantastike dhe nuk ka qenë gjë. Sorry, ecim. Thank you, next. Sabrina Carpenter. Më pëlqen pjesa lart, po mendoj që i duhet dhe një fustan. Mos ndjeshe pak kështu e ndjeshe pak. Ndjej pak si në plazh. Gati për në plazh. Pjesa sipër më pëlqen pak. Shkon shumë, edhe ngjyra, edhe portreti pastaj Sabrina Carpenter është shumë i bukur. Ngjan në fakt si kukull e vogël kështu kur e shikon. Po, ashtu është si kukull e vogël, e vërtet. Ecim, kemi dhe një. Hajde. Kemi Asher. Asher, okay. Asher, Asher si një gentleman. Jo, po ky shalli si këto shajt e pak zimeve. Po, nuk pash në një gjë. Në fakt, Asher ka qenë gjithmonë avantgard, ka qenë gjithmonë një hap përpara, përsa i përket veshjeve të tij në evente të ndryshme, por këtu ishte thjesht një gentleman. Një njeri me një smoking, ti e vesh për shkak. Ai bastuni jep ka një çik më shumë. Po, çunat ne ishin me baston kryesisht, do mbaheshin. Okej. Do mbaheshin, po. Ju ka ardhur mosha. Hajde ku do mbahemi? Okej, çfarë kemi tjetër? Kolazhi tjetër është prap gati, nuk e di tash. Okej, japim shumë shkurt atëherë. Thjesht e shohim pak. Po, sepse Dua Lipën ai ke sjell? Ua, pas ka vesh fustan me streçe me streçe. Duhet të jetë këtu, besoj. Më rikthehet moda. Po, e vërtet, po me një fustan duket fustan në seri. Keke Palmer. Demi Moore, po, Demi Moore. Shumë elegante, jashtëzakonisht, edhe kujtojmë që është shpallur gruaja më seksi. Më fal, ai fustan ishte elegant? Jo, ishte shumë mënyra se si shkon të asaj, ose ndoshta është Demi Moore që ja jep këtë gjë. Gigi Hadid. Nuk pëlqeu. Ka stonuar shumë e këtë, nuk e di pse kjo zgjedhje. Kjo ngjyra nuk i shkon fare, i stonon me lëkurën. Ishte si abazhur, nuk më ngjiti. Nejse, këto janë, domethënë do ta vendosim kritikët e zgjohme më CN. Miranda Kerr, gjaketën e ka vënë përpara. Shikon gjaketën, je lek tipit, po. Po. Ka dalë shumë në modë. Nëse do vit gjaketën e lidhur, kam bërë gabim që kam bërë. Nicki Minaj. Okej, Nicki e veshur, interesante. Po. Okej. Sydney Sweeney. Shiko, kjo është një fustan që vajzat e marrin në përdasmat shqiptare. Po, Kosovë sidomos. Motrat Kallabllak. Ngjashme, po. Ecim. Sofia Richie Granger. Sofia mbahet për stilin e saj, është ikon mode, po kjo të paktën sa shumë për film nuk më pëlqej ka fjongoja. Është fjongoja, po. E rënduar. Janë këto lidhjet që po bëhen pra tani. Nuk është diçka patjetër të lidhur. Hajde. Dolce është tani tek foto e radhës, Louis Vuittonin e saj të famshëm. I pas ka ra shkurt. Po, i ka futi paq sandale motra poshtë. Nuk edhe me atë puron. Shiko, këto pantalonat e shkurtra kanë dalë shumë në modë. Nuk janë për Met Gala. Por, ky është diskutimi që unë edhe vura re në fakt, që thoshin që për Met Gala, vërtet, edhe njerëzit i kishin bërë pak skip, në fakt. Shiko, nuk janë për Met Gala, do thuash ti. Në puro e këto e ka të ngjashme daljen me Madonna. Edhe Madonna është e zgjedhur që në daljen e saj, para fotografit të mbante një puro në dorë. Pra duket sikur është bërë trend. Gjithë kanë mbajtur një gjë në dorë në këtë Met Gala. Le të themi, ose kanë mbajtur duar diku. Duar diku, po, është e vërtet sepse sikur ka qenë stili, sikur i ka detyruar njëri, gjithsesi. Do zhaket. Po. Nga emri vet i shkon të ketë një familje Mace. Mirë që s'ka karakali. Mace Igor apo jo? Po. Ecim. Po ngjyrën ashtu e paska. Ecim se jemi shumë vë. Nicole Scherzinger.
çfarë klasë. Jo është klasë gjithmonë, po. S'kam fjalë. Por veshja mund të ishte më. Po, nëse është ajo, është portreti saj si duket që e bën. Ecim shkojmë tek Lana Del Rey, shumë bazike mendoj Lana Del Rey. E tmerrshme, jo bazike. Shumë një gjë që s'më lidhet njëra me tjetrën. Pse është bërë kështu kjo vajzë? Ka qenë më interesant. Një funeral divorci. Një dashuri dorëheqje. Tek foto e fundit që jemi tek Pellberry, aty jemi pak çuditshëm. Qyç shaminon. Aty jemi pak çuditshëm. Au! Si e kanë lejuar ty? Nuk shoh poshtë tek Nuk shikon? fustani. E çuditshme. Nuk shoh në fakt një fizik ose diçka që nuk e di. Ka guxuar, më ka guxuar, shumë thjesht ka guxuar. Atëherë, nëse jemi shumë vonë edhe me kohën, nuk ishte Dua Lipa, por portreti Dua Lipës ka qenë një ndër më të kritikuar ditën e dieshme, të paktën nga sa kam parë, sepse thuhet çfarë ka ndodhur me Dua Lipën që fytyra e saj dhe veshja tregonte më shumë se sa 10 vite në moshë. Kjo ishte fotoja e Katy Perryt, që doli, sikur ishte në Met Gala. Duket një yll. Po, krijimi që kanë bërë duke sepse ja kanë bërë dhe krijimin e tillë me xhaketë me vija, me temë, me gjitha. Fantastike, por që nuk Wow, po, edhe për Justinin, pra thuaj që thuaj që s'ka qenë. Po. Dhe përveç personazheve VIP-ave, çfarë komentua më shumë ishte tapeti që është komplet me lule në tokë dhe lule natyrale dekorianash. Po. Është pëlqyer shumë çuditshëm. Ka qenë viti lule. Shumë është pëlqyer vërtet. Okej, mirë. I mbyllëm. Këta ishte në zërat e zgjomë, më të shumë kritike madhe. Ne thamë vetë jemi veshur ju sot. Po, sigurisht. Me gala edhe ne. Me gjithmonë ashtu jemi kotën. Me tapet. Jo, rejti e bazik. Reklama. Okej, jemi rikthyer. Po merreshim akoma me diskutimin që kështu ta harrojmë me galan dhe të shkojmë te disa titull të tjerë. Kemi dy lajme në fakt sot që duhet patjetër t'i prekim. Patjetër. Ja, se është vetë thënë shumë madhe, por gjithsesi domethënë Ledri është njëri prej tyre. Dalemi tek Ledri. Çka ka ndodhur? Ndalemi. Ledri Vula flet për raportin me Gjensila Mirtezajn. Kemi pasur shumë kimi dhe jemi shok shumë të mirë. E lexuam. Si mendon juve? I besoni prallat? Besoni te Jerushja? Se ti mendon që është një prall? Jo. Unë mendoj që po. Po ata janë të dy artistë, more. Mund të kenë bashkëpunuar dhe mund të kenë gjithçka për këtë projekt. Se ti mendon se kanë diçka bashk? Unë mendoj që është një kimi shumë e fortë atje brenda. Edhe mendoj që edhe sikur mos kenë diçka bashk, mundet të kenë atë hapësirën për ta pasur diçka. Ja, mund ta mendojnë për në vazhdim. Se ju mendoni, ju nuk jeni pro kësaj? Ja, s'më duket. Po jo. Ja, unë do hap tashmë titullin, do hap të gjitha fjalët që ka thënë Ledri jon. Ka dhënë një intervistë Ledri dhe e kam pyetur që ai dukur shumë i afërt me Gjensilën, si është raportuar, u dua për një lidhje, siç bën gjithë në atë rast, dhe ai ka thënë që në fakt s'ka asnjë gjë, ne jemi shok shumë të mirë, thjesht kemi shumë kimi bashkë dhe në atë projekt kishim shumë kimi bashkë. Po edhe në studio edhe në klip ka thënë, edhe në shoqëri jemi shumë shok me Gjensilën. Po. Këtë ka thënë Ledri, por unë mendoj që nuk e di, gjithë kështu thonë, jemi shok, kur i shet ti pastaj mbas cakohesh. Me gjunjë duke i propozuar. Edhe Kapitali me Adrolën jemi shok, thonë? Jemi shok, thonë? Jo, ata tani. Në fillim po. S'kam pranu gjë. Se njo fare. Thjesht tona vajzë shumë e bukur, tani për shumë, tani thonë kështu, trimi im, thot ajo, ai thot më e bukur e shqiptarisë. Po. Kupton? Ajo është fakt. Po nuk e pranojnë haptë si fare. Po, shiko, unë ju thash që ata në grupe shoqërore ose në vendet që shkojnë, i kam parë njerëz që janë me shoqëri që janë po bashkë. Po patjetër, në për që janë bashkë, thjesht nuk e pranojnë. Thjesht nuk kam një foto të dy për shumë, përveç të ai tek koncerti që ka pasur tek Kapsul, Kapital Tia. Ne presim foto të tjera. Të mos pasurit të një foto e bashkë, mendoj që mund t'jetë një zgjidhje në fakt që mos t'i aj syri. Që ndonë edhe kjo, të dy janë shumë... Qofse kam bestytni. Adrola është yllë bote, edhe Kapitali është kapitali shumë simpatik. Adrola kishte postuar një video dje që ishte super seksi me një fustan të zi të shkurtër me këngën e re të Kapitalit. Vazhdoni, poston dhe e mbështet. Ale, normal. Dhe ai bën super foto, super video. Qa adore ka e dja. Bravo Adrola, e ke stërvitur si duhet.
Ecim te tjetri. Bravo, Trim i është treguar Trim. Trim mbi trima. Ecim? Ecim. Pas martesës në Loredanën, bën virale pamjet e ADM-it me vajzën e reperes në krah. Ka qenë nga stadiumi. Mirë, po. E kemi atë pamjen e... Ja të shojmë është. ADM-it. Nise, këta janë të shifë që postojnë nga jeta e tyre në fakt në rrjetet sociale dhe shpesher është parë që ADM-i ka një marrëdhënie shumë të ngushtë me gocën e vogël, si e ka emrin goca e Lorit? Me Hanën. Me Hanën. Dhe kemi, është në fakt një moment i cili ADM-i e ka mbajtur në krah vajzën e Loredanës në stadium të Dortmundit, pas një ndeshje që Dortmundi ka zhvilluar tashmë, dhe ai e ka pasur në krah vajzën e Loredanës, duket që ka qenë marrëdhënie shumë e ngushtë, kishte në krah totalisht si vajzën e tij, të dy po përshëndesnin fansat e Dortmundit, që janë të jashtëzakonshëm të shumtë në numër. Ore, si doli ndeshja mbrë? Uri me Interi. Një spektakël, uri me Interi se shkojnë në finale. S'na lanë me fjetë, nuk na lanë me fjetë poshtë lokalit. Një, dy, aq raste ka pasur, se vetëm ka pasur se ka qenë super ndeshje, po. A, para! Po prandaj pas ke fjetë vonë, po ti tregoj. E ti përpara. Po ti tregoj. Sa të të gjumë, Po cilët bërtisnin Ishte ndeshje spektakolare, në fakt. Ishte një nga ato ndeshje që ja vlente të shihet çdo minutë. Po. Edhe Interi ka shkuar në finale. Se po fillove tjetër. Jo, Interi ka shkuar në finale, shohim sot përcaktohet finalisti i Champions League sot. Prandaj kishte atë lloj lumturie vllai im, domethënë si një interist i vjetër, qartë. Është interist vllai yt. I çmendur, Vllai yt tani. Është edhe tek është edhe tek klubi, domethënë këtyre. Po, bravo. Duhet të ketë dhe abonent. Ti mos e erdhoj atje, po, e qartë. E qartë, ti kuptojmë këto gjëra, tha, por gjithsesi Loredana është martuar me ADM-in, kështu që urime jetë lumtur. Mirë, duke shumë mirë bashkë. Po, duke shumë mirë bashkë. Shumë mirë bashkë, po. Edhe besoj se ka gjetur Chelsea në suksesin. Ata e gjetën Chelsea suksesin, ne zgjetëm një gjagjës, nuk di domethënë ne shohim sot fën. Tani mos pretendoni që unë ta mbaj mend, se ka ndodhur shumë gjëra në jetën time. Se mbaj mendun që e bëj. Po ti normale. Mos më mund opsion. E preja. Dihen këto. 2 sy kam por s'shoh, 2 vesh kam por s'dëgjoj, me këmbë jam por sec. Çfarë jam? Një koment është. Një koment është recipetat. Po mendohem mirë nëse nuk e di. Hari. Nuk ka recipetat ja. Kush është pra? Kukulla. Amir Gjani nuk e ke fotografia, portret, statuja, Se t'ishte statuja, manekini, statuja dhe... E mban mend që tash është diçka e ngjashme me manekinin. E shikon që më nje? E shikon që mimikat nuk gënjen kur. E shikon që më nje? Është ai manekini që te pantonimet thonë që tjetër. Si kjo? Tjetër. Po, bravo. Asa do na shkonte një lojë me pantonime live këtu në emision, nuk e ke ide, do ishte perl. Ne, imagjino, ne merrim vesh me sy, imagjino me shenja. Do ishte perl. Po mundet, ndoshta, në vazhdim mund ta fusim si. Mund ta kemi në mendje, tha. Po, okay. Por ja pra është kukulla. Ecim shkojmë atë sotën. Bravo. Jam fush pa bar dhe pa dhe, por mbart beteja. Humbja zvjen me plag për mua, biem dhe luftojmë pa u ndjer. Thuaje? Balona. Balona. Luftëtarët e balonave. Jam fush pa bar dhe pa dhe, por mbart beteja. Humbja vjen me plag për mua, biem dhe luftojmë pa u ndjer. Stadium? Ja. Me bar falco? Me bar falco. Loja futbolli nga këto videogame, këto game. Po, të tavolinës, lojrat e tavolinës. Bilardo? Ja. Jemi këtu. Në fillim, mendova që tek pjesa e parë të shumë mos është në një spital, në një gjë kështu tjetër. Nein. Nuk është lojë. Ja. Jo. Po. Është në një bowling në një pak. E gjeti Dorisa. Qash. Shahu. Shahu. Bravo Dorisa. Bravo. Kush e gjeti të regjia, na e thot kush e gjeti? E gjeti Dorisa apo?
Apo? Dorisa. Apo? Bravo. Bravo, tani do prisni pak. Që momenti, një sekund. Që momenti 1 minutë heshte, tha. Edhe mund të kalim të teksti dhe pastaj e dini ju procedura. Po, e din vetë, djali, din vetë. Ecim të teksti. Ecim. Cili është teksti një sotëm? Son të kretë vendi, po, mërë flakë, kush është me mu, të ngrej, dur, lartë. Për prek sumë, prek se jam i kaltë, o t'i arë me zemër, o t'i arë me ma. E mi që po flistin për breza, për gjera. E ke sjellë për Rominë, është Po kam që o t'i arë me zemër. Po gjithë e kemi ditë të këngës, është e pamundur. GBMC, Renegade, Noizi. Varsen qaf, diamanta, kuqezi. Kush të din tash, leta di. O t'i arë hini mrena mikrofonin me nëzi. I deshi teshat, zbërthe me në teshat. Ne jena të partë, jo dyshat, as treshat. Me Ramina. Ne kem kuror, simbolizon fitore. Vita marë, tashnoren, dal ka dal. Dorë për dorë. Bravo. I thomë, qka bone? Mirë se të Si po të shkon jeta. Nata. U duke e mërzitshme. Qa bëjnë gjë nga shkata? Erdha e të shkata. Qyshe ke emrin? Fol, qka do me pi? Po të bëj një ftesë për me ardhë VIP. GBMC, Renegade, Noizit, ftum special, kush janë? VIP me nxe. GBMC, Renegade, Noizit, saw me on a mix doing like a G. Yo, Noizit! E kom zoni shqiptare që rinë qytet. Me origjinë katonare. E shofi herë Mik dhe Mik Petla 2 herë. Bravo, Romina. Ja, afrohen mangat, ajo shkrihet si sheqer. Hajde, nuk më donë për famë, nuk më donë për emër. Më donë se kam shkopin magjik për çdo femër. Po me si të. Kjo. Të quta. Sa të buta? Të buta. Po, djemë t'i shkojmë për mas, i boni krejt huta. Më pyti për emër, i thash Renegade. Si e ke shkur, tha rej, thash. Ta qka do më prej meje, i thash du me nejt. E më pyti për profesionin. I kalzova mikrofonin. Në klap si gangster, me gentin edhe me tonin. Me mozin dhe me gjiku. Gjdo në klap. Son të krejt veni po mërë flak. Kush është me mu? Ngrej dur të lartë. Ngrej dur të lartë. Ajde ri me dur të lartë tani? Bravo. Për të prek. Sun prek se jo mi kaltë. O t'i arë me zemër, o të rë me malë. Si ku ledzova, nuk e di do në të. Kjo është himnë. Longfellow. Po himnë, himnë. Është himnë një adoleshentëve të moshës tonë po i erë. E dëgjoj gjithande ishte pa mundur. Po e të dëgjohet. Ishte në fakt... E në dëgjohet, po tani dëgjohet për shumë në fushatë. Tani ka ndryshuar kohët. Ka ndryshuar kohët, zemra dhe malli ka ndryshuar, po e dëgjojmë pak, i lutem. Edhe si tekst të lexuar, unë kam qenë fansë shumë e zjarrt dhe ka qenë periudha që ne kishim vetëm një majtofon për ta dëgjuar Noizin dhe ishte koha e CD-ve. Dhe di çfarë bëja unë për të memorizuar tekstin, se s'kishte internet ose kishe në shpinat. Edhe dëgjoja këngën dhe e ndaloja. Dëgjojnë fjali, e ndaloja majtofon. Dëgjojnë fjali, e ndaloja dhe e shkruaja. Unë kam bërë si procedurë këtë, po. Madje kurse kapin në fjallë, këtheje pak mbrapa. GBMC, Renegade, Noizit, tak ndalojë. Dhe dëgjoja prapë nga e para. E li e boshat dhe kam një fletore që kam të gjitha tekstet e këngëve të Noizit. Bashkë me foto, bashkë me albumet e ti. Noizit lutem, vëmëndje vla, vëmëndje. Nuk di do më të. Nuk kam fjallë. Okej, mirë. Prezentojmë të florit me një herë atë. Për diktate pas ke qenë e para ti.
Po ti pas ke qenë të mërshme. Okej, ecim sepse në Shqipërinë tonë, ku asi gjë me sa duket nuk e merr vëmendjen e fushatave zgjedhore, duket sikur ka problematika më shumë se sa aq. Dhe në këtë periudhë që njerëzit janë të fokusuar për të ndjekur politikanët nga pas, duhet të ndjekin dhe të hedhin vështrimin nga ata që në fakt janë më problematike tashmë. Janë adoleshentët, ngjarjet, incidentet gjithashtu, dhe është rasti i përsëritur në Gjirokastër. Se çfarë po ndodh me adoleshentët atje, me të rinjt kryesisht, duhet patjetër që të diskutohet dhe të themi të merren edhe masat, sepse kur ndodh një rast, themi që është rast patjetër duhet ndjekur arsye pse ndodhi, roli psikologu dhe gjitha këto me radhë, institucioni, pastaj familja, shoqëria, por ndërkohë kur ndodh i dyti edhe i treti, fillon të bëhet akoma më shqetësuese deri në brenda të njëjtit gjimnaz. Po pra, pikërisht. Dhe që shumë për këtë arsye do kemi vetëm pas pak Sokol Bregun, që është gazetar dhe ndërkohë edhe në rolin e një prindi, se si është dukur si ngjarje dhe përse duhet arrijnë adoleshentët deri në këtë pikë, dhe Almeda Xhaferin, që është psikologe. Vetëm pas pak do diskutojmë me panelin në studio për rolin e mësuesve, e psikologëve, e prindërve dhe shoqërisë. Nxënësi, shpresoj shumë që të mos jetë një lloj traume për nxënësit e tjerë që janë në këtë shkollë, sepse me sa duket është bërë si vend jo i mirë, le të themi, s'po përdor terma të tjerë. Okej, më pas rikthehet në studio Irfan Gjeci, herbalisti jon, dhe flet sidomos në periudhë kur njerëzit alergjik kanë simptoma të ndryshme dhe kuptojnë që mund të jenë edhe astmatik, ka disa kura bimore dhe këshilla alternative, le të themi, se si mund ta shmangni, mund ta evitoni ose mund të përmirësoni stilin e jetesës duke i marrë në konsiderat. Okej, më pas Sara Cici vjen në studio, është kampione bodybuilding me profesion fizioterapiste, por ka vetëm 6 muaj që është futur, si thuash, garave të bodybuilding dhe përgatitjes për gara. Ajo gjithë tjetër është marrë me sport, por vetëm 6 muajt e parë që është futur seriozisht bodybuilding, ka fituar medalje të bronz në garën ballkanike të bodybuilding, që është mbajtur pak ditë më parë nga vajzat që triumfoi. Vjen sot për të rrëfyer sukseset e saj. Fantastike. Okej, super. E gjete gjagjëzën? E gjete gjagjëzën, jemi gati për të hedhur të ren. Do të gjesh, do përpishem, të ke vista. Es njëret, se vazhdo. Nuk ka gojë, por jep urdhra. Nuk ka duar, por ndalon e nxit. Po mirë, lexo tamam, se njerë fillim, edhe tani mes. Pra, nuk ka gojë, por jep urdhra. Okej. Nuk ka duar, por ndalon dhe nxit. Ndalon? Ndalon dhe nxit. Dhe nxit. Më shumë se një fytyrë ka, por rrallë flet. Semaforim. Shihemi në fund të emisionit për gjagjësën e radhës, ndërkohë ikim te horoskopi. Pacim, ecim. Dashi, mund të jeni duke planifikuar një fest në darkë ose duke u argëtuar. Sot duhet të jetë një moment i shkëlqyer për të qenë krijues. Çdo gjë që bëni do funksionojë në favorin tuaj. Sa më krijues të jeni, aq më të përmbushur do të ndiheni. Demi, aftësia juaj për të lodhur dhe për të përfshirë me të tjerët ju siguron shumë mundësi. Mund të kaloni shumë kohë sot duke planifikuar aventurat e një farë lloji. Në fakt, çdo gjë që ju nxjerr jashtë nga shtëpia duket se ju sjell një farë zgjerimi intelektual emocionues. Binjakët, do jeni plot energji sot, në qoftë se mund të shfrytëzoni këtë energji, do arrini shumë. Dielli do ndriçojë fort këto ditë dikë dhe kurioziteti juaj ju çon në drejtime të ndryshme. Asnjëherë nuk qëndroni dot në një vend për një kohë të gjatë dhe do zbuloni se do të lini një impakt të fuqishëm sot. Gaforja, kjo do jetë një ditë e shkëlqyer që do i sjellë sukses projekteve tuaja. Mund të jeni në një fazë tranzicioni kur njëri projekt duket se po i vjen fundi dhe një tjetër është duke pritur që të nisë. Mund të ndjeni mjaft entuziazëm pasi jeni në mes të një fillimi dhe një fundi. Luani,
Një rishikim i kujdesshëm i financave tuaja mund t'ju shtyjë që të ndiqni rrugë të reja. Njëra prej metodave më frytëdhënëse dhe më produktive për arritjet do jetë që të nxjerrni në pa disa detaje të punës suaj. Me para dhe investime në mendje, mund vendosni që të gjeni mënyra alternative për të sjellë sa më shumë të ardhura. Birgjëresha. Idetë dhe konceptet mund të diskutohen rreth jush ndërkohë që përpiqeni që të arrini diçka me vlerë. Kjo duket ditë shumë e mirë për të bashkëpunuar, kështu që mund të vendosni që të mblidhni shokut ose bashkëpunëtorët tuaj së bashku për një projekt të përbashkët. Peshorja. Sot mund ta gjeni veten duke u marrë me temat të cilat ju intrigojnë më së shumti. Çështja që përfshin institucionet e mëdha do tërheqin kuriozitetin tuaj natyral. Është momenti ideal për të bërë kërkime mbi këto institucione të mëdha. Gjithashtu, mund të gjeni shumë motivim për të ndihmuar një të afërm tuaj. Akrepi. Për fatin tuaj të mirë, aftësia juaj për të mbledhur shifra dhe fakte do t'jetë nevojshme. Kjo do t'jetë një periudhë mjaft produktive. Lodhja që do kaloni do ja vlej pasi në fund do shihni rezultate të mëdha. Mund të jeni duke punuar mbi një projekt i cili ka një afat të shkurtër që ju ka lodhur si kurrë më parë. Shigjetari. Është e rëndësishme tani që të planifikoni diçka që do të ketë peshë dhe në të ardhmen. Përkushtojeni gjithçkaje me gjithë shpirt dhe do dilni fitimtar. Mund të tërhiqni pas vetes pjesëtarët e familjes ose njerëz me të cilët ndani shtëpinë për t'u marrë me një projekt. Britsjapi. Mund të doni të përgatisni veten për një projekt të madh kërkimor sot. Aftësitë tuaja analitike do jenë të mprehta dhe do ndjeni vendosmëri. Në të gjitha rastet do e komunikoni mesazhin tuaj me autoritet dhe me ambicie. Ky zell i madh do e shpreh veten kur të dërgoni raporte të shkruara, prezantime, madje edhe mesazhe të gjata. Ujori. Për ai shkollë se jeni të sinqert dhe të vëmendshëm, mund të zbuloni se jeni të aftë të bëni shumë gjatë bisedave tuaja. Me pak vëmendje, mund të jeni të aftë të gjeni mënyrën e duhur për të realizuar planet tuaja. Sot është një ditë e shkëlqyer për të lidhur me partnerin tuaj dhe për të bërë disa plane afatgjata. Peshqit. Në përgjithësi është ditë shumë e mirë për të përveshur mëngët edhe për të punuar. Ky do të jetë një moment i shkëlqyer për ju për të përfunduar shumë gjëra në punë. Ndjesitë tuaja mund të rriten. Motivimi juaj do jetë ai që do ju shtyjë që të përfundoni listën e gjërave për të bërë. Ky ishte edhe parashikimi i horoskopit edhe për ditën e sotme. Jemi në studio, po. Dhe siç po thosh, në fakt, duket sikur ka një vëmendje vetëm fushat politike, vetëm zgjedhje, kur do të vijë 11 maj, dhe duket sikur duke qenë të fokusuar kaq shumë tek politikanë, duke ndjekur nga mbrapa, duke parë fushata zgjedhore, me sa duket brezi më problematik, le të themi, në formimin e tyre, siç është adoleshenca, duket sikur po lihet me një anë. Është një rast i ngjashëm, le të themi, në përmbajtje të saj në Gjirokastër, rasti i tretë, mos gaboj, në të njëjtën shkollë. Çfarë po ndodh? Kush i ka fajt bëhet gjithmonë pyetje, por le të themi që mos ndoshta duhet të pyesim pak çfarë po ndodh tek ajo shkollë dhe trauma që shkaktohet tek fëmijët e tjerë që janë dhe studiojnë tek ajo shkollë. Që kështu për këtë arsye edhe në rolin e prindit, por edhe në rolin e gazetarit, Sokol Bregu është sot në emrin mëngjes, mirë se erdhe. Dhe Almeda Xhaferi, psikologe, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Koli nisim pak bashkë në lidhje me ngjarjen. Është rasti i tretë paktën që ndodh tek një shkollë, por në këtë rast të fundit nxënësi bën një veprim jo fort të duhur për një bast. Shiko, në fakt, edhe në adoleshencën time të hershme, e cila ndodhte është në vitet e komunizmit, ka patur histori të tilla. Pra, dikush donte të provonte për të dukur më shumë se të tjerët, unë jo ndonjëherë, po nuk e kam patur në guxim kështu për këto sportet ekstreme, po ndodhte gjithmonë që midis fëmijëve të kishte baste të tilla, jo për para, po baste për ego. Sot është paraja. Për treguar kush është më i fortë, kush është më i pari klasës, kush është i pari grupit. I cili mund të kryente në një veprim që mund të bënte me hedhje nga ndonjë lartësi, me kalim në një vend të vështirë. Më mbahet mend, domethënë, ne zakonisht mund të hidheshim në për lumenj nga një lartësi e madhe, domethënë, e cila ishte shumë e rrezikshme. Kjo kuptohet gjithmonë larg vëmendjes së prindërve dhe
si një veprimi i ndodhur aty, nuk është se më duket se ka ndonjë problematik me që vjen. Për të mos e normalizuar, do me thënë me idejnë që të mos... Pa normalizuar, ka gjithmonë në çdo shkollë, në çdo klasë, ka gjithmonë një cili kështu është e formuar Shqipëria, kam përshtypjen, ose edhe sistemi arsimor jashtë Shqipërisë, besoj që në klasa ato që kemi parë në për filma apo në për telenovela, do më thënë tek fëmijët e tillë, se nuk mund të përshtatemi dhe nuk mund të kemi informacion se çfarë ndodh. Në vazhdim që thua ti, të lind vetvetiu pyetja që kush është ana psikologjike më e rënduar në këtë rast? Është e personit që e shtyn tjetrin për të bërë këtë bastin, apo e personit që e pranon? Unë mendoj që kur vjet, kur fillon si një sfidë, kush ofron bastin dhe kush e pranon bastin? Si një sfidë, mendoj që ai që realizon do që të duket përpara superior, do që të duket përpara. Ka gjithmonë një eksponent të tillë në për klasa, ka gjithmonë. Edhe në klasa atje ku mendohet që janë me fëmijë të cilët nuk e marrin përsipër një gjë të tillë, ka gjithmonë një nxitje për të mos u sfiduar, sepse është edhe ajo uni që sa po formohet në atë moment, që të mos ndihesh si i humbur në një... Pavarësisht pasaj që ajo ka kaluar mirë, po mund të kalonte edhe keq, se ti hidhesh nga një kati dytë, do më thënë ai mund ta ketë... Lëndime ka marrë gjithsesi, në spital ka përfunduar se ka pas kthyerje. Po normale që... Po më tepër se kaq mendoj që është një lloj mesazhi që jepet në gjithë këtë. Së pari unë doja, përpara se të kaloja tek mesazhi, që është shumë i rëndësishëm, edhe mesazhi, dua të analizoj pak faktorët psikologjik që e kanë nxitur si ngjarje. Le mos të harrojmë që në adoleshencë nuk është ende i zhvilluar plotësisht korteksti prefrontal, ajo pjesë e trurit njerëzor që është përgjegjëse për kontrollin e vendimeve impulsive dhe e bën njeriu e rritur që të marrë vendime të pjekura dhe të vlerësoj si duhet shkakun edhe pasojën. Duke qenë se në adoleshencë kjo pjesë e trurit nuk është ende e zhvilluar, nën presionin e grupit shoqëror apo dëshira për të qenë i pranuar në një shkollë që me shumë gjasa historia ka treguar që presioni apo bullizimi është shumë i fortë, e nxit një adoleshent që të bëj akteve dëmtuese pa analizuar në mënyrë të shëndetshme shkakun dhe pasojën e sjelljes së tij. Pra që automatikisht personi që ka pranuar sfidën është ndoshta ai më i dobti, më i viktimizuari, më i bullizuari. Ajo që unë dua të them pa dashur ta etiketizojmë si person të bullizuar apo viktimizuar, dua të jem pak e kujdesshme sepse adoleshentët na dëgjojnë dhe dikush mund të lëndohet. Ajo që po përpiqem të them është që në një shkollë ku presioni psikologjik mbi bullizimin dhe të qenit i përjashtuar vret, dëshira për të përshtatur me normat e një grupi të pashëndetshëm të bën që të marrësh në kushte ku edhe korteksi prefrontal është ende i pazhvilluar, të marrësh vendime ku nuk vlerësohen sa duhet shkaku dhe pasoja e vendimeve që ti merr. Ajo që bëjmë ne si të rritur apo dhe të vegjël kur vendosim një fëmijë 2 vjeç kur vendos gishtin te soba e di që do digjet. Në këtë moment, për shkak të presionit social të grupit, ky adoleshent nuk ka bërë llogari që nëse hidhem, pasojat mund të jenë fatale. Tek kjo logjik, kur ndodhin 2 raste më përpara, tek e njëjta shkollë, do ka një lloj frike mendoj për të bërë një veprim tjetër një person nga rastësia, pra. Duke sikur ka një lloj mobilizimi, nuk ikën ose sfumohet pak bullizmi, këto të sportit. Kjo është sistemit arsimor. Që do këtu, pra. Më shumë se sa çështje e sistemit arsimor, patjetër që sistemi arsimor ka edhe psikologun si një strukturë shumë të rëndësishme për të parandaluar dhe për të shëruar. Në këtë kuptim, psikologu i shkollës, unë nuk e di a është më i njëjti psikolog, çfarë trajnimesh ka ky psikolog, me cilat protokolle pune punon, a supervizohet nga profesionistët tjerë të shëndetit mendor, dhe këto që po them unë janë etapa normale të punës së një psikologu në shkolla.
e sigurt është që ky psikolog nuk po arrin të ndërhyjë në mënyrë efektive, jo vetëm për të parandaluar dhe kujdes si shoqëri kur ne flasim për parandalimin, ne fillojmë që këtu e kemi zhvlerësuar problemin. Ne na duket e parëndësishme të fokusohemi te parandalimi, sepse gjatë gjithë kohës jemi në survival mode apo në një mekanizëm bijetese të vazhdueshëm dhe na duket humbje kohë dhe humbje energjie që të fokusohemi tek parandalimi. Parandalim do të thot apo edhe shërimin e efektit post-traumatik të një grup adoleshentësh tashmë i traumatizuar. Unë ju siguroj që të gjithë adoleshentët në atë shkollë përjetojnë traumë për shkak të humbjes së disa shokëve dhe është një lloj traume që ndihen të pakuptuar, ta flasin në mënyrë të shëndetshme me njëri tjetrin apo ta adresojnë këtë çështje në mekanizma që duhet jenë aty për të shëruar këto plagë. Kur e themi këtë traumë, pra se zakonisht trauma ty të lënë në një gjendje, le të themi, në një gjendje pak më pasive, pra ti ke frikë të bësh një veprim në rastin që ti ke pësuar një traumë duke parë një incident që ka ndodhur më herët. Pse ndodh prapë? Sepse mënyra se si individët ndryshëm reagojnë ndaj traumave është e ndryshme. Së pari, aty ka shumë mundësi të ketë persona, ka mundësi me trajta të personalitetit të psikopatisë që ne nuk e dim, nuk i kemi diagnostikuar. Dhe nëse ka element të tillë, të cilët janë të pa diagnostikuar edhe për shkak se sistemi nuk funksionon, këta persona nuk ndjejnë keqardhje, do vazhdojnë të bëjnë të njëjtën sjellje, do vazhdojnë të bëjnë të njëjtën gjë. Dhe këtu duhet që të funksionojnë filtrat e shëndetit mendor, të identifikojnë nxitësit, të identifikojnë personat që po përjetojnë këtë trauma dhe të identifikojnë dhe personat që janë vulnerabël, që të ripërsërisin të njëjtën sjellje. Nga ana tjetër, është shumë e nevojshme të psikoedukohen mësuesit për të identifikuar ngarkesën emocionale të nxënësit dhe po ashtu duhet investohet që të trajnohen edhe prindrit e këtyre nxënësve në këtë shkollë që të njohin çfarë po ndryshon në sjelljen e fëmijës së tyre, si është ngarkesa emocionale. Dhe kur them që sistemi duhet të aktivizoj mekanizmat parandalues, i referohen pikërisht kësaj gjëje. Po Koli, çfarë ndodh me familjen dhe mësuesin në këtë rast? Më lejo ta nis tek sistemi, por në një mënyrë ndryshe si e mendoj. Kur them sistemi, nuk diti Shqipëria ndonjëherë ta reformojë arsimin. Edhe pse në ndonjë moment në krye të kësaj ministrie mund të ketë patur në një shkencëtar edhe vërtet një njeri i cili është marrë me mësimdhënie, por nuk ditën asnjëherë ta reformojnë. Unë mendoj që vjen që nga sistemi komunist, po ti shohësh klasat janë me paralele. Aja janë gjithmonë nxënësit më të mirë, bëja diçka më poshtë edhe kur vjen tek ka një lloj diskriminimi që na ndaret kur vjen te eja janë gjithë ata që nuk mësojnë dhe kur nuk mësojnë ja kanë gjithmonë problematika në klasë. E kur kjo ndodh në një, ndodh edhe me shkollat. Në 99-ën besoj duhet të jepja se edhe unë diplomën mësuesie kam, nuk kam dhënë kur mësim, një ditë vetëm që më dërguan në një gjimnas me thënë drejtën mund qendër Tiranës, por atje ishin mbledhur gjithë individët problematik në për klasa. Një ditë edhe ika, nuk duhet t'jepja një muaj, po si që ishte në atë kohë, do më thënë, e regullova që e kisha të pa mundur, se isha dhe djali vogël në atë kohë, do më thënë, ishte e pa mundur në t'jepje mësim. Dhe gjithmonë ishia... Mësuesve dhe sot i dëgjoj, janë të friksuar për të dhënë mësim në të paktën në gjimnaze. Sepse janë të ndërtuara, gjimnaze jo janë të ndërtuara, nuk ka kështu tek... E kam vizituar për para ca ditësh atje Sami Frashërin, e di si ishte apo jo? Si që ishte i police, do më thënë i bënde sus të gjithë edhe kur kalonin. Ishte në koridorën e shkollës, nuk janë gjitha shkollat. Po ky është problemi që Sami Frashërin ti e ndërton ndryshe, Petroninin e ndërton ndryshe, Ismail Qemalin e ndërton, edhe çfarë bën pastaj? Edhe krijohet kjo. Është një shkollë në Shkozë. Është Arben Broci, mas ndaj ku mblidhen, është Partizani, Teçabej, pastaj nuk... dhe e ndërtojnë në mënyrë të tillë sistemin. Njihen diferencat. Pra, a ishe notat në provimet në provimet e klasës 9, edhe i shpërndan në këto lloj forme, pastaj në bazë të notave të cilat kanë. Edhe i bën shkollat me cilësi të dobët. Edhe kur i bën me cilësi të dobët, kur nuk ka interes për mësim, duket që dhe familja është lodhur dhe mendon që nuk ka një
ide, do më thëmë, për ta shkolluar, për të vazhduar një sistem arsimit të lartë, sot thjesht ta mbaroj se është detyrim shkolla e mesme dhe të marrë një drejtim. Po jo të gjitha rastet kanë qenë kështu, sepse për shembull te gjimnazi në Gjirokastër, dy nxënësit që kanë humbur jetën kanë qenë me nota maksimale, kanë pasur sjellje shumë bullore. Dhe brenda këtyre shkollave që thash unë ka nxënës të cilët mësojnë, sepse nuk po themi që kur kush nga Partizani apo nga Çabe apo nga Arben Broci apo në një shkollë tjetër nuk është se nuk vazhdojnë shkollën e lartë, jo mësojnë. Problemi është që ti çon ata që kanë një sjellje jo fort të krijohen klasa të tilla, ne krijojmë vetë stereotipin në këtë lloj forme. Dhe ka gjithmonë problematika në Pyetja që doja të bëja, ndonjëherë në një institucion ku shumica e nxënësve nuk performojnë shumë mirë në nivel akademik dhe nuk performojnë sepse duan të jenë cool, nuk performojnë sepse të mësosh është e mërzitshme, nuk performojnë sepse ti të ndjekësh rregullat, nuk je i fortë mjaftueshëm. Nëse shumica në klasë kanë këtë qasje, ata që mësojnë pasaj përballen me një presion social të qenit ndryshe, të përjashtojnë, nuk të përfshin, këtu rriten pasaj edhe ndjenjat e vetmisë, këtu rritet pasaj edhe të menduarit pesimist dhe negativ. Rregullt penalizojnë ata që janë të rregullt dhe që mësojnë, ata që nuk janë cool. Po them, nëse numri më i lartë në një klasë, nëse numri më i lartë i klasës përbëhet nga nxënës që nuk duan të zbatojnë rregullat, nuk duan të mësojnë, ju pëlqen të bëjnë sjellje të pashëndetshme që nuk janë në përputhje me moshën e tyre, pa diskutim që duke qenë shumicë do diskriminojnë edhe do bullizojnë ata 2-3 individ apo 5 individ brenda klasës të cilët janë në përmbushje të detyrimeve të tyre në përputhje me moshën që kanë. A tregon kjo që si institucion ai në fakt është i marrë fund në vetvete? Kjo tregon flasim gjithmonë në shkallë arsimore dhe në shkallën e mësuesve që janë aty. Kjo tregon në disa nivele atë gjën që unë e ceka pak më parë. Së pari ne kemi mësues të patrajnuar për të menaxhuar klasën. Dhe këtu fillon në gjykimin tim problematika e parë. Një mësues që nuk di të ketë autoritet në klasë dhe jo sepse nxënësit e kanë frikë, po duhet ta bëjë orën e mësimit i joshëse, interesante, që nxënësit aty të kenë dëshirë të hyjnë dhe të mësojnë diçka të re. Një mësues që nuk di të ndërtoj figurën e tij në bazë një funksioni sublim që ka në atë klasë, pa diskutim që do jetë i papëlqyer, pa diskutim që klasa do gjejë mekanizma për ta shmangur, do praktikoj. Po kjo duket kaq perfekte, a funksionon vërtet kështu? Jo, po them, është problemi që nuk është kështu. Problemi i dytë është që prindrit familja është baza. Për fat të keq, familja shqiptare është në një fazë në gjykimin tim që po përjeton një tranzicion edhe më të dhimbshëm sa i përket prindrit e rinj sot, duan t'ju plotësojnë shumë të mirat materiale fëmijëve, humbasin shumë kohë jashtë familjes dhe praktikisht nuk njohin se si po rriten dhe ndryshojnë fëmijët e tyre. Dhe duke mos njohur këto ndryshime psikologjike dhe emocionale, ti si prind të fëmia jot, humbet shansin për të njohur edhe problemet dhe vështirësitë që përballet dhe nuk ja aty prezent për ta ndihmuar që çdo vështirësi ta kaloni së bashku. Së treti është psikologu i shkollës, më vjen keq ta them, por psikologët e shkollës janë të patrajnuar, nuk kanë protokolle pune. E dini ç'do të thotë mos të kesh një protokoll pune, do të thotë të vi rasti dhe ti mos të dish çfarë të bësh. Dhe kjo është e tmerrshme dhe të investohet në protokolle pune për psikologun e shkollave është tashmë një domosdoshmëri, sepse efektet e një stafi të patrajnuar apo mungesa e këtyre protokolleve. Si funksionon një psikolog shkolle? Duhet që patjetër çdo nxënës i asaj shkolle të kalojë nga zyra e psikologut, duhet i thras psikologu, duhet shkojë nxënësi me dëshirë, kush ka dëshirë të shprehet? Atëre, shërbimi psikologjik në të gjitha rastet është në baza vullnetare. Ama një vlerësim të përgjithshëm, qoftë në grup, në klasë, qoftë një takim individual edhe për ta ofruar këtë si shërbim, ose psikologu, po nëse nxënësi nuk shkon asnjëherë, çfarë bën nxënësi nuk e njeh, nuk ka se si ti qase dhe ta kërkoj për ndihmë. Psikologu është i detyruar ta ofrojë. Nga ana tjetër, në rast se nxënësit nuk shkojnë për ta marrë këtë shërbim, psikologu duhet t'i qaset me sesione psikoedukuese të bëjë në klasë, të flasi për emocione, të flasi për bullizimin, të flasi se si menaxhohen ngarkesat, të flasi se si ndjehemi kur të tjerët na përjashtojnë. Duke i bërë një farë mënyrë parantezë të situatave që mund të
nxënësit nuk qasen, është psikologu që qaset në formën më të lehtë për t'i psikoedukuar me qëllim parandalimin e këtyre ngjarjeve. Ndërkohë do të pyesja pak Kolin, mendon që në këtë shkollë, si institucion, duhet të kishin vazhduar hetimet për 2 rastet më përpara se ndodhte kjo si ngjarje dhe ndoshta mund të ishte pezulluar edhe mësimi. Them si duhet funksiononte. Ka një problematik me mënyrën e të jetuarit në Shqipëri. Po ti largohemi sistemit arsimor. Në rast të tilla ne mbyllim shpejt këto histori, jo duke ju çështjeve konkrete, por nëse e keni patur vëmendjen për një ngjarje në javën e kaluar, për një arrestim, për një zbardhje pas 7 vjetësh të një vetvrasje. Ajo dosje për shkak të insistimit të nënës së viktimës, prandaj ndeti e hapur dhe doli në një përfundim. Dhe edhe pse kishte një provë shkencore brenda, që provat shkencore në një çështje janë të pakundërshtueshme dhe janë ato që të çojnë në zbardhje prap u duheshin 7 vite, me 2 persona të akuzuar, njëri prej cilëve kishte ndruar jetë dhe tjetri ishte në emigrim, që të dy me shumë gjas, një për shkak të humbjes jetës edhe një për shkak të lëvizjes në Kanada, duke qenë se ka marrë dhe i pasaport atje, është shumë e vështirë për ta ekstraduar dhe për t'i dhënë një gjykim në Shqipëri. Ajo tregoi që duhet kemi një mënyrë ndryshe të qasjes në prokurorit, sidomos në prokurorit e jurisdiksionit përgjithshëm. Shqipëria vuan është në shifra shumë të larta të vetvrasjes. Por a janë të gjitha në rreth 280-300 vetvrasje në vit, a janë të gjitha këto pa një shkak, pa një arsye, pa një shtyrje? Po nuk është se ne i kemi prokurorët, ashtu si psikologët e kanë pjesën, nuk i kemi prokurorët me atë bindjen e brendshme, cilët ja u lejon ligji, që të hetojnë dhe mund të gjejnë një rast, mund të ulumtojnë. E kanë pirg me dosje atje dhe duan vetëm të mbyllin dhe të heqin. Ideja është që edhe në rast të tillë është krim pa diskutim, dikush e ka pasur, ka qenë një shkaktar. Është një ndër pikat më të dobta. Shikon, në 300 vetvrasje që Shqipëria ka patur, po marrim dekadën e fundit. Okej. 300 çdo vit bëhen afërsisht 3000 vetvrasje. Në 3000 vetvrasje ne për shkak të një shantazhi të plot që media bëri vitin e kaluar në janar për shkak të humbjes së jetës së një gruaje e cila e bulizoni në TikTok, aty për herë të parë ndodhi arrestimi i parë pas një dekade për nxitje të shkaktimit të vetvrasjes. Pas një dekade, mas 3000 rasteve. A mendojnë që në 3000 raste nuk ka patur asnjë nxitje nga dikush dhe të gjithë ta i kanë dhënë me dëshirën e tyre për shkak të problemeve që kanë? Jo. Nuk ka qenë vetë probleme psikologjike pra të ka qenë pjesë e ulumtimit të dobët që problemet psikologjike shkaktohen nga presioni social, nga dikush. Kur familja pra është dikush që e nxit familja nuk ta amortizon dhimbjen, kur presioni nga dikush jashtë familjes apo një antar i familjes është kaq i lartë sa ti e shef këtë akt vetë shkatërrues si shpëtim, do të thotë që dikush ty ta ka nxitur shëndetin. Po jo në gjykimin tuaj, mendoni që duhet ishte një periudhë pauze të paktën në atë shkollë, sepse janë 2-3 raste. Mendoj që në atë shkollë duhet ishte ndërhyrë me patjetër të kishin vajtur ekspert të shëndetit mendor për të punuar me ata nxënës që vuajnë efektin e traumave, për të identifikuar dhe diagnostikuar nëse është nevoja ata element që janë nxitës të sjelljeve destruktive të tjetri me qëllimin për t'i ndihmuar dhe për t'i rehabilituar. Së treti duhet ishte investuar që mësuesit, edhe mësuesit janë të traumatizuar në atë shkollë, edhe prindrit e fëmijëve që vazhdojnë ndjekin arsimin aty janë në ankth të vazhdueshëm sepse nuk e dinë çfarë mund të pësojë fëmia i tyre. Dhe duhet investohet në këto nivele, jo vetëm për të parandaluar në të ardhmen ngjarje të tilla, po dhe për të shëruar plagët e këta nxënës që kanë përjetuar në mënyrë seriale brenda një viti në Mosgabojë, humbjen e 2 shokëve të klasës për shkak të presionit social, edhe këtë ngjarje që është po njësoj traumatike të përballësh me një shok. Shkakun nuk e dim ne, mund t'ja lëm problemeve sociale që mund të kenë patur, por ne shkakun e vërtet nuk e dim. Ne referohemi në të gjithë
kjo hyn pjesë e hetimeve pastaj që janë. Ne referojmë në të gjitha rasteve burimit informacionit mediatik ku është media ka parë nga larg, ne nuk dalim që për shkak të bullizimit ka ndodhur ka pas dhe letra të lëna nga fëmijët që vajza kanë humbur jetën kur raportonin tamam presionin social brenda ambientit të shkollës, ndjenjën e të qenit e përjashtuar, e diskriminuar, e paragjykuar. Jo e bukur, jo e veshur mirë. Nuk është e lehtë që në atë moshë, duke qenë se akoma vetbesimi nuk është i ndërtuar, ti nuk di ta mbrosh veten karshi një presioni të tillë social dhe fillon impaktohet shëndeti mendor. Ti ndihesh i pa shpresë dhe nuk di ku ta kërkosh këtë ndihmën. Ishin bërë më duket 2 seanca me psikologen në rastin e fundit dhe i jep fundjetës pa diskutim që aty ka një presion social, pa diskutim që në atë shkollë ka element bullizues dhe pa diskutim që duhet të ketë ndërhyrje serioze për të parandaluar raste të ngjashme në të ardhmen, po mbi të gjitha për të rehabilituar personat që e shkaktojnë dhe personat që vuajnë. Ndërkohë Koli, ti si prind adoleshente, vajzë adoleshente. Po nuk ka lidhje me të në përklasa kemi qenë. E pra e, jo them se ti e prind si thua ti vajzë tënde për të epitetet ishin nga më të ndryshme dhe ti e kishe një qor, kokmoth, veshdër, me këto. Po duke sigurisht ishin raste më të izoluara. Do ma publikojnë, do ma edhin rrjetet sociale. Ne jemi të gjithë të ndryshëm dhe kemi ndjeshmëri të ndryshme për të Varet si e percepton secili. Mund të mbyllet në vetvetet. Nëse dikush është i fortë dhe e merr këtë presion për të punuar me veten, për të skalitur disa aftësi më tepër, për të përmirësuar, dikush tjetër është i ndjeshëm, zhytet në depresion aty dhe nuk del dot më. Dhe ne duhet jemi të kujdesshëm. Unë e respektoj shumë mendimin tënd dhe kap mesazhin çfarë ti do të thuash, por ne nuk mund të normalizojmë më talljen e tjetrit dhe të themi që ai person që nuk pranoi apo nuk ishte i fortë mjaftueshëm për të përballur me talljen se të gjithë ne jemi përballur. Ti dhe unë vin të dy nga një sistem familjar të paktën autoritar dhe ne jemi mësuar me kritikën që në familje. Dhe kur dilim aty jashtë, kritika ishte më e pakta që mund të na ndodhte. Janë në të njëjtën linjë mendimi, për të qartësuar këto divergjenca. Unë po them që kemi 2 raste ne nuk i dim fare nga vin. Nuk mund të themi, po letrash tani, letrat janë gjithmonë histori media, ne nuk e dim. Ajo provësh edhe në dosjen e tyre hetimore. Po mirë, okay, vazhdoj. Po provësh një provë letra. Unë s'ka foli, asin fjali nuk e çova deri në fund se ndryshim, unë po të them, atëre, unë po të them, ne nuk i dim rastet, nuk mund t'ja lëm bullizmit këtë, nuk mund t'a lëm, ato dalin kur ky prokurori ka dalë në përfundimin që kjo nuk ka asnjë shkak tjetër. Ku e dim ne në një rast, jo duke u referuar këtyre, po në të gjithë Shqipërinë, unë jam 100% i sigurt që shumë prej grave që i japin fund jetës e kanë për shkak të dhunës që mund të kenë marrë nga bashkëshorti. Dhe në fund fare s'ka lënë as letër as gjë ajo. Dhe prokurori nuk ka bërë kur një hetim për asin konkret. Prandaj tash jam dakord me ju. Po për çështje specifike në një gjimnaz ku ndodhin 2 raste në një kohë të shkurtër, ku letrat e lëna sugjerojnë për të njëjtën plagë sociale, dyshimet janë shumë të larta që e kanë lënë në grup dyshimet mund të janë prej bullizmit, por prej bullizmit ashtu. Pra nuk e kanë çuar deri në fund për të zbuluar edhe shkaqet. A mund të ketë një ngacmim ndryshe në këtë rast? Nuk mund të dalim në një përfundim të plotë. Nuk është çështja për të dalë në përfundim, sepse nuk na takon ne këtu. Se ja kemi lënë tani në Shqipëri bulizohen 2000 fëmijë çdo ditë. Tani 2000 do vrasin veten këta. Çështja është për të dhënë rëndësinë dhe peshën që ka kjo si plagë sociale. Dhe këtu është i vetmi shkaku që ne të pranojmë që për shkak të bulizmit, pse çfarë, po tani po dikush që mund bulizohet dhe në lagje. Pse u bulizoa vetëm në klasaj? Edhe nuk u bulizoka në lagje. Bulizohet dhe në familje, nuk është çështja. Po dhe në familje, po flasim si mund të parandalojmë ato efekte shkatërruese gjatë kohës që fëmijëve tani besojmë në strukturat arsimore. Këtë po flasim. Parandalimi vjen me ligj. Dhe ligji, kur ti hulumton 1, 2, 3, 5, 7 raste në momentin e parë, ne krijuam shantazhe dhe në rastin e Shkodrës.
ai atje u dënua vetëm me perceptimin popullor, se fundja fundit nuk u gjet asnjë provë që bashorti e kishte dhunuar fizikisht. Se po të vim në këtë pjesë, çështja sot përfundoi në Shkodër. Ajo vendosi t'i japi fund vetes, mori dhe 3 fëmijët. Dhe çfarë kishte në atë mes? Thjesht ai kishte një jetë paralele. Tani qa duhet themi ne që çdo kush që mund të ketë një jetë. Jo, nuk është rast tjetër fare. Jo, është ulumtimi i vetvrasjeve. Pra, unë kuptoj që Poli ka të gjithë pjesën tek hetimi që bëhet dhe nxjerrja një përfundimi pra. Nuk e morëm vesh, ne i lëm një përfundim që kjo erdhi për 1, 2, 3 arsye. Ja la një letër, po letrat janë gjithmonë. Patjetër që duhet identifikohet edhe personi që e ka nxjerrë. Po pra, dhe kjo është pjesë e hetimeve që bëhen, se hetimi do ishte deri në fund, mund të kishte dalë dikush e kishte shtyrë. Sistemi çalon që në momentin mirë rasti i parë, kur u bë rasti i dytë, drejtoria arsimore dhe ministri i arsimit duhet kishin ndërhyrë me njëherë. Qarkullim me njëherë, po ndodhi asgjë. Qarkullim të menjëhershëm të stafeve pedagogjike brenda në klasë. Sepse ajo është një shkollë me precedent, pra si mund ta lësh të funksionojë po njësoj. Nuk po gjenin veten. Ata jo më ashtu, po e rëndojnë dhe domethënë ky shtet nuk ka vëmendjen e duhur për asgjë. Edhe arsimi aq më tepër që nga aty ku pritet shpërbrezi të dalë. Domethënë çfarë po e shkatron që ne po e shohim? Korrupsioni 1 që nuk është në rastin konkret dhe paaftësia 2. Fillimi i punës dhe vendi i punës në baza politike dhe në baza jo të karrierës. Kjo po shkatron vendin. Tani ato janë ai merr dikënd që nuk ka lidhje fare me pedagogjinë. Thjesht se shkatrun dhe arsimin duke futur universitetet private, ti mund ta marrësh një diplomë atje dhe shkon e merr për 30 sekonda një diplomë. Mase jo tani se i vuni çik rregullat, po shumica e tyre kanë nga 2-3 diploma tani në shtëpia. Dhe këtë shkatruan. Dhe këta kishin në kokë që kur e shkatruan këtë arsimin në Shqipëri. E kishin për shkak të fitimit të parave të mëdha dhe e kanë çuar sistemin në degradime sipër. Por kur bota investon tek shkolla dhe tek arsimi, do të thënë ne i gjejmë veten sepse ka një problem midis këtyre gjërave. Ne i quajmë vetvrasje të fatkeqësi familjare. Dhe nuk jetojmë kur dhe s'kemi për t'i jetuar kur. Dhe në një rast të tillë, media nuk u ngrit për t'i thënë atit, hetoje pak deri në fund, mos e mbyll dosjen time i muaj me 2 muaj me 3 muaj, se ke punë të tjera. Hetoje, shikoje dhe ka një telefon se ka patur, del dikush, po ta ketë ai vëmendjen, del një dhe përcjell. Që janë mbyllur dosjet, sepse është shumë e dhimbshme nëse dosjet vërtet janë mbyllur edhe hetimi nuk ka shkuar deri në fund. Po nuk e mban gjatë ai një vrasje. Unë do t'tregoja vetëm fakti që është vazhduar në normalitet. Duke qenë një psikologe, vitin e kaluar ndodhen 288 vetvrasje në Shqipëri. Dhe kemi vetëm 2 raste të arrestimeve të shkaktimit të vetvrasjeve. Dhe ato 2-ja thjesht prej presionit mediatik, nuk është se ata i kishin qasjen e tillë. Vetëm prej presionit mediatik që ndodhi rasti i Durrësit dhe rasti i Shkodrës, të cilat nuk kishin lidhje fare, prandaj u ndodhen. 0 i kanë raportet e prokurorit përgjithshëm. Dhe i ka sa raste, sa dosje janë 286 ishte vitin e kaluar, 312 ishte në 2023-shin. 0 arrestime në 2023-shin. Tani, a mendoj unë që gjitha këto vetvrasje kanë ndodhur ku ka dhe fëmijë? Do të sillja si kemi mbyllur në historitë e fëmijëve. Ndodhen diku nga vitin 2004 deri në vitin 2006, më shumë se 20 fëmijë u vetvranë në Shqipëri. Dhe ne gjithçka ja lam një sekti fetar i cili ndikonte mbi ta. 20 fëmijë u vetvaren. U bën ndonjëherë hetim në këtë vend, kurse kemi marrë vesh pse e vetvran veten këta fëmijë ata ja lanë dëshmitarëve të Jehovait gjithë këtë histori dhe u morën, po nuk do futesha por përderisa nuk u bë kurrë. Jemi shumë vonë për ta mbyllur me diçka. Kur flasim domethënë për fëmijët që kryen vrasje apo vetvrasje domethënë në mënyrë të përsëritur, mos harrojmë edhe rolin e medias. Jo, media ka një gjë që media nuk
duhet të trajtoj vetë vrasjen. Edhe sot që trajtuan fenomenin e ngjarjes së ndodhte e hetimit që dhe për ta mbyllur edhe në atë shkollën ku është përsëritur ngjarja, modelohet një lloj sjellje e pashëndetshme për të zgjidhur atë që konsiderohet problemi i madh. Dhe kjo ndodh. Sa më shumë ne flasim për ngjarje dhe nuk e dim kush na dëgjon nga ana tjetër e ekranit, aq më shumë rrezikojmë që të modelojmë këto sjellje të pashëndetshme te persona që janë vulnerabël. Dhe këtu ne duhet kemi gjithmonë shumë kujdes. Patjetër. Pra, jo normalizimit, hetimeve deri në fund, ajo të gjendet përgjegjësi dhe të mbahet përgjegjësi institucionet secili rolin e vet, që kështu nuk mban ai përgjegjësi. E pra, është e qartë, prandaj jemi në këtë situatë dhe po flasim sot për gjëra të përsëritura. Nuk vendos për një cilësi hetimesh, për një mënyrë më ndryshe, për një mos nxitim. Po media të pun kap, edhe media ka problemet e veta. Brenda medias informacioni kap, janë hapur aq shumë media online cilat nuk e ruajnë cilësinë e informacionit fare. Edhe duke qenë sajojnë kështu në historitë e tyre të letrave, domethënë edhe ai e ka për formën e klikut atë në. Pra, të viralitetit po. Në të vërtetë, atë që ne presim në fund është përfundimi. Dhe duke qenë se ishte një ngjarje dhe të dyja ngjarjet e rënda, duhet kishte edhe një informacion zyrtar për ta bindur dhe për ta qetësuar opinionin publik, që kjo shkollë nuk është vërtet e tillë. Po kush ta bëj? Pikërisht. Kush ta bëj? Ata kanë gjithmonë tek njëjti muhabet dhe bëjmë gjithmonë të njëjtën bisedë. Do të fillon nga rregulli dhe nga ligji. Ajo i tremb të tjerët. Ligji është ai që e ka vendosur, që kur u ndërtua shteti, e kanë vendosur. Kol, faleminderit, Almeda, faleminderit. Faleminderit. Kemi kaluar limitet, po s'ka gjë. Hajde, ikim reklamë pas pak. Jemi rikthyer, jemi në studio dhe në këtë moment me herbalistin ton Irfan Gjeçi, i cili do të na shpjegoj në lidhje me kurat alternative për personat që sidomos gjatë kësaj periudhe me alergjitë e shumta, klimën, polenat gjithashtu, mund të vuajnë dhe përkeqësohen nga astma. Mirëmëngjes, mirë se erdha. Mirëmëngjes, mirë se jeta. Është e vërtetë, përshëndroni, janë indikacione shumë të forta këto të kësaj periudhe. Po më saktë, njerëzit të cilët preken nga astma kanë një problem ngushtim të rrugëve të ajrit dhe kjo sjell uri për ajër. I pengojnë rrugët e frymarrjes, pra, okay. Dhe fillojnë të thithin me fjalë me uri, me fjalë se nuk ngopen dot për shkak të ngushtimit të rrugëve të ajrit. Dhe kjo sjell një problem, njëkohësisht edhe në disa persona të tjerë, kjo sjell problemet kur ata kanë dhe probleme që kanë dhe probleme të mbartura me zemrën, kupton, me fjalë mund të ketë pak aritmi, dhe kështu që shumë herë ata dhe e ngatrojnë ndonjëherë astma. Përkeqësohet tek personat që vuajnë nga ankthi? Shumë saktë. Që ata që vuajnë nga ankthi, një, ata që mund të kenë probleme me zemrën, dy. Këta janë më problematikë. Probleme me mushkrit. Po me mushkrit, të gjitha këto japin të gjitha një pasojë ke këta dhe jep një tronditje, dhe këta janë gjithmonë të friksuar dhe mundohen normal pasaj është pjesa e pombave të ajrit. Momentin e parë mendojnë që nuk zgjidhet me anë të kurave bimore. Sa e vërtetë është kjo? Kjo varet me fjalë ke besimi dhe varet njëkohësisht dhe nga shkalla e informacionit që ata kanë. Kryesisht kuptohet që astma dhe mund të ketë edhe një ftofje të mushkrive. Gjithmonë me fjalë është e pranishme në stinën shkurt, mars, prill, që është më e theksuar, në këtë kohë që ndikohet edhe nga poleni, për arsye me fjalë dhe çelja e luleve sjell këtë problem. Njëkohësisht ashtu sikurse dhe alergjitë, këto ndikohen edhe nga lagështia në shtëpi, kuptohet me fjalë nga mbajtja e një qene, një mace këto, që do të vim dhe pak më vonë të flasim për pjesën e alergjisë që ndikohet shumë. Dhe në këtë rast këta duhet të sigurojnë ambiente të pastra, ambiente të rregullta, të cilat nuk kanë mace qenë, këto që mos të gasmohen. Do të mbajnë kafshë shtëpiake, pra. Kryesisht në këto raste ne theksojmë se duhet që të përdoret përdorimi i lartë i vitaminës C. Për arsye se si ke astma, si ke alergjia, baza kryesore është humbja e imunitetit. Pra në qoftë se ne na ka rënë imuniteti, atëherë jemi të predispozuar që të prekemi.
Kuptohet, trupi, organizmi nuk mundet të përballoj. A kanë të bëjnë pluhurat e shtëpisë, që zakonisht janë dhe faktori alergjive, ndikojnë dhe të astma? Sigurisht që ndikojnë, se tani nëse ne kemi një ngushtim të rrugëve të ajrit, ose një ajndje, të gjitha këto kanë dhe një faktor paraprirës. Por ne identifikojmë me fjalë pjesën fundore, me atë që jemi me azëm, kemi uri për ajër, gjithmonë të rënditemi kur nuk ngopemi do të me ajër, nuk funksionon do të truri mirë, se nuk ngopet me oksigen, e të tjera. Pra, këtu ne duhet që të rregullojmë dhe pak pjesën e imunitetit të organizmit. Pra me vitaminën C. Pra, vitamina C është e para, por njerëzit e theksoj dhe njëherë se ngatrojnë ndonjëherë polenin me propolisin e bletës. Propolisi i bletës është një nga ato, nuk mundet këtë persona që e kanë problem propolisin, por në 99% të rasteve jep një imunitet të fuqishëm duke përdorur me çaj. Pra këta persona mund ta përdorin propolis. Përdoret edhe ndërkohë të kombinohet edhe me vitaminën C. Po, normal, edhe me çaj. Për këtë arsye ne kemi një ekstrakt të përzier, ekstrakti Dr. Schulz, i cili është me 36 lloj bimësh, ai i jep një imunitet shumë të lartë organizmit dhe në këtë rast ai punon shumë edhe për mushkrit, por njëkohësisht ai vret dhe të gjithë parazitët e zorëve, mykun e zorëve, dhe kjo bën me fjalë që personi të ndihet shumë mirë dhe të marrë fuqi, energji dhe të rregullojë, të rehabilitojë në mënyrë të menjëhershme dhe shumë të shpejt imunitetin e trupit të tij. Pra, kjo është një diçka shumë e rëndësishme. Po kështu nuk mundet të lëmë pa përmendur shumë lloj çajrash që ato na japin imunitet, por kryesisht ne këtu kemi çajin e lulës së thundër mushkës, që është një çaj shumë i mirë, dhe ke ata që kanë ftofje të mushkrive. Theksojmë se në fëmijë të vegjël në 6 muaj apo 1 vjeç, kur mjekësia ishte dorëzuar, doktor Arqile Boti bëri disa mrekulli me shumë fëmijë, të cilët i shëroi nga azma, nga kryesisht nga ftofje të ndryshme vetëm me lule në thundër mushkës. Po, duke bërë si procedurë? Po, duke përdorur si në formë çaji. Në formë çaji. Sa herë në ditë, çfarë sasie? Po, 3 herë në ditë ke fëmijët e vegjël ajo përdoret 1 lugë kafe me gati 100 ml ujë. Po, po mirë flasin për të rritur që kanë edhe astmë, se mund ta përdorin? 3 herë nga 1 lugë çaj me 1 gotë ujë. Kuptohet. Okej. Dhe njëkohësisht ke fëmijët e vegjël kemi e theksuar dhe më përpara, lulja e shtogut është një nga lulet e mrekullueshme, e cila mund përdoret që ke fëmijë 2 javësh. Pra, ajo krijon veç asaj që është antikancerogjene, është ajo që nxjerr sekrecionet, është ajo që bllokon dhe temperaturën, krijon membranë mbrojtëse me trurin, që nuk lejon që të goditet truri nga temperaturat e ndryshme. Pra që fëmia mund të përdorin atë që themi ne lodra e fëmijës, ose atë që themi encefalia, me që goditje dhe inflamacion të trurit nuk e ka. Pra është për parandalim, le të them. Se mosha shumë e vogël për ta konsumuar. Është një periudhë që në fakt pediatrët nuk e rekomandojnë as konsumimin e ujit, se nuk e ka fëmijët nevojshëm atë. Në qoftë do të theksojmë se lulja e shtogut mund përdoret që ke fëmijë 2 javësh, konsiderohet e sigurt. Për arsye se ka dhënë rezultat. Për arsye se aty ku nuk është futur dot më dora e mjekut, është futur dora e perëndis me anë të bimëve të saj. Pra kurave alternative. Po, normal. Pra ne kemi një armë të fuqishme në planetin tonë, që janë bimët, dhe ato lulet, frutat e saj, natyra na i riciklon çdo vit. Dhe kjo është një fuqi e madhe që ne kemi në dorë dhe të gjithë njerëzit e theksoj se duhet të përqafojnë sa më shumë marrjen e çajrave. Çajrat nuk janë vetëm, si më thënë, kurativ dhe duhen marrë në momentin kur ti ke një problem, kur ti ke alergji, ke azm, ke ftofje apo ke një problem tjetër. Çaja duhet marrë ritmikisht gjatë gjithë stinës së vitit. Por njëkohësisht mund marrën 2 deri 3 lloj çajrash të ndryshëm. Muajin tjetër ndryshohet ose në 2 javë ndryshohet një çaj, zënësohet me një çaj tjetër gjatë gjithë stinës së vitit, dhe kështu që ne do të kemi një organizëm të fuqishëm dhe nuk do të rëndohet imuniteti. Po pjesa e hudrës, sa ndikon, se kemi parë shpesh persona që e kanë përdorur për pjesën e azmës? Është shumë e domosdoshme në pjesën e azmës dhe në kur mundet të kemi edhe alergji, ndoshta edhe kur jemi të ftohur, hudra përdoret shumë. Dhe normal ajo ndikon pozitivisht hudra. Dhe sepse ajo forcon imunitetin e organizmit. Personat të cilët kanë tension të ulë,
ata mund ta marrin në mënyrë të moderuar. Ndërkohë, sepse tashmë gjithë personat që e dinë që kush vuan nga astma ka këtë problemin e mbushjes me frymën frymarit, ka kollën e thellë, gjitha me këto me radhë. Sa ka të bëj vaji i mentes ose ekstrakti i mentes në këtë rast? Do të qëndrojmë dhe këtu, por unë theksoj rritja e imunitetit ka të bëj gjithmonë me vitaminën C që të rritet në dozat të larta, dakord dhe ajo do të vim dhe aty ka pjesë, por nuk mund të lëm pa përmendur pjesën e lëpushkës, që është netulla, e cila ndikon shumë mirë, por njëkohësisht edhe aguliqja, lule aguliqja, që nxjerrë sekrecionet të gjitha, por pa e diskutuar atë që ju thatë, mentet janë nga bimët më të mrekullueshme të cilët me nxisin qarkullimin e gjakut. Ka pas persona që vendosin 1 pikë ose 2 pika këtu poshtë fundës. Japin frymarrje, lërojnë frymarrjen, pra aroma e tyre bën që gjithë frymarrja të shtohet, pra të ikë inflamacioni, pra duke ditur se kemi rrugët e ajrit të ngushta, këto bëjnë një farë lirimi. Lirimi tyre me fjalë bën atë heqen, se duhet kuptojmë se kemi dhe një farë entje. Këto me fjalë e luftojnë atë inflamacion, atë entje dhe kështu që hapet gjithmonë me fjalë rrugët e marrjes së ajrit, njëkohësisht rritet oksigjenimi në gjak, rritet oksigjenimi në tru, dhe sa herë që ne mund të përdorim mende mentole këto, ne kemi kthjellohemi, bëhemi më energjik, çlirohemi, sepse është shkaku që ne marrim oksigjen të plot. Po qepa e kuqe për zjerrje të ndryshme me mjaltë? Shumë e saktë, qepa e kuqe mundet të merret të përzihet me mjaltë, por njëkohësisht nuk mundet të lëm pa përmendur dhe lëvoret e qepës së kuqe, dhe qepës normale, zjera, të i zjejmë dhe i pimë dhe si çaj. Njëkohësisht mundet t'i marrim t'i zjim dhe të marrim dhe aromë. Nuk mund të lëm dot dafine, nuk mund të lëm dot vajin esencial të levandos. Pra, kemi një larmi. Pra, kryesisht ne nuk lëm me fjalë pa përmendur që çdo person duhet të bëjë një farë ekzaminimi që të di saktësisht se çfarë ka. Pra, nuk duhet të shmangin procedurat e trajtimet mjekësore të mjekësisë tradicionale, pastaj të referohemi te kurat alternative. Është shumë e rëndësishme diagnoza. Identifikimi i diagnozës është parësore. Ne nuk e diskutojmë që në Shqipëri për fat të keq të kulturës së shëndetësore dhe njëkohësisht dhe të barrierave që vetë krijohet me fjalë nga sistemi që ne kemi këtu, do bësh planifikime, pa do bësh një vizitë, e tjera, pra e vetmja mënyrë është e shpejta që ti të vesh urgjencë, që të marrësh shërbim dhe të bësh analiza, po të identifikosh se çfarë problemi ke. Pra, këtu është dhe një, mund të them me fjalë vërtet, me fjalë që kemi shumë nevojë për mjekësi zyrtare të rregullt që ne të marrim në dorë fatin e shëndetit tonë, por duke përcaktuar sëmundjen. Pastaj është pjesa tjetër që njerëzit krahas një medikamenti që do të marri, do ta ketë në kulturë shtëpiake kjo çajrat. Për arsye se në qoftë se ai do t'i kishte të gjitha këto në kulturë familjare, atëherë imuniteti i gjithë familjes do të ishte shumë i mrekullueshëm, do të ishte shumë i mirë, do të ishte shumë i lartë, dhe ai nuk do kishte nevojë të arrinte në këtë grad. Po çfarë nuk duhet të konsumojë se përdorë një person astmatik? E tham 90% e njerëzve vinë direkt paraqiten pa shkuar pa bërë një vizitë. Për arsye se thotë, kush vete këtu, na skollasin, na bëjnë, pra tregon atë me ftësinë e mjekësisë zyrtare e troç. E thënë, janë gjëra për të thënë që ndikohet shumë negativ dhe pasqyrohet në popull dhe të gjithë në fjalë ata vinë mbrapsh pa marrë atë shërbim që meritojnë atë që duan, ose atë që e kanë paguar përmjet siguracioneve e të tjera. Atëherë, gjatë këtyre kohë eliminohen mbylmeti. Eliminohen ëmbëlsirat që kanë ndikim ke këta. Dhe kryesisht këto gjërat e përpunuara, kryesisht mishi, qofte gjitha këto sallamat duhet eliminuar. Mishi dhe në produktet pra atyre. Shumë e saktë duhet. Ne nuk themi se kemi një zog fshati dhe përdore pa problema dhe. Pra mishi kuq më shumë. Mishi kuq duhet eliminuar pak, ose në qoftë se do kesh një viç të mirë që është i thellur, normal ka ngrënë me gojën e vet, po ka ngrënë në natyrë, nuk jo atje ku e ke mbyllur ti. Po alkooli, personat që ju pëlqen edhe të pinë pak, se zakonisht preken dhe moshat e treta, po ato e kanë në mëngjes të sigurt alkoolin, duhanin. Të gjitha
pijet alkoholike në dozë të lartë, themi se janë dëmtuese. Njëkohësisht dhe duanin, por ke alkoholi unë do të referoj një diçka që në qoftë se ata që janë pak që flinë alkoolit, mund të shtojnë kokër murrizi alkoolit, për ta pinë një teke të pastrojnë dhe janë të gjakut me këtë rast. Çfarë mund të shtonë një herë? Ku gjendet kjo? Murriz. Fruti murrizit është një frut i cili pastron ente gjakut dhe forcon muret e zemrës. Pra është normale. Që mund të përdoret një gjysmë teke deri në një teke në mëngjes, është shumë mirë. Mund ta përthith ajo, mund të procedojë ashtu siç është kokra e murrizit tek. Ajo bëhet edhe çaj, shumë mirë, por në moment që ajo futet në alkool, ndikon shumë mirë sepse alkooli është transportues shumë i mirë. Dhe kjo e bën atë efektiv. Por njëkohësisht nuk do të lëm pa përmendur dhe vajin e farës zezë, i cili duhet të përdoret. Dhe normal, ai punon shumë në gjithë aparatin tretës. Kemi Rominën për këtë shpejt, se është do të ditë. Është magjibërës. Është e vërtet, me fjalë se ai punon shumë dhe në inflamacionet e jashtme. Duhet kuptojmë me fjalë se në moment që ne kemi alergji të ndryshme, dhe kuptohet që alergjitë fillojnë që nga muaji shkurt, fundi shkurtit, deri mund të themi edhe më vonë në çelin e luleve në qershore këto. Do ta konsumojnë kështu me ndonjë lugë apo të hedhur në sallatë? Mund të përdoret në sallatë këto ata që cilët e kanë kapërcyer atë fazën që nuk i bën më përshtypje, pirja e vajit të farës së zezë, por ajo përdoret 2 herë në ditë nga një lugë çaj për të rriturit. Është normale, mund të hidhet edhe, si më thënë, në sallatë. Mund të përdoret. Në ushqimet. Por mund të përdoret dhe me një mjalë të mirë, e cila është magjibërse edhe për sëmundjet e stomakut dhe ato të zorëve. Sidomos kur ajo përdoret me mjaltin manuka. Është bëhet një super fuqi me fjalë, bëhet pa një sinergji, bashkimi shumë energjive, bëhet 300 herë më fort nga çfarë është. Është fantastike. Pra nuk do të lëm pa përmendur dhe propolisin e betës. Pra duhet të kemi gjithmonë parasysh që edhe çajt e menteve janë çajra të mrekullueshëm, por ne kemi edhe një çaj i cili është sipas formulës së doktor Schulz, dhe ai është një çaj i mrekullueshëm që ka shafranin, xhinxhin, kanell, kalafil, të gjitha këto piperën e zi, para ka rreth 23 lloj fara dhe erza të ndryshëm. Ka një bombë. Është një bombë e vërtet. Pra duhet ta theksojmë se ajo ndikon shumë, lehtëson, duke qenë se ka shafranin, xhinxherin dhe të gjitha. Do të jetë shumë pikante dhe shumë e fortë. Shumë saktë. Ai mund të përdoret edhe me qumësh për ata që nuk lën dot qumshin, pra të bëjnë golden milk, qumshin e artë. Por njëkohësisht kjo bën të nxirjen e ujit nga organet, sidomos ujin nga zemra, nga mëlçia, kupton, ndihmon shumë për largimin e ujrave nga organizmi dhe kjo është një bombë e vërtet. Por do të theksoj duke ju referuar traditave të mëparshme për ata që do të kenë alergji, duhet me fjalë që të marrin pak raki, ta zjejnë me piper të zi pasi e kanë shtypur dhe pasi e kanë kulluar atë, mund ta vendosin pak ke dora dhe ta thithin, të kullur njërën anë të hundës, ose edhe me të dyja, mund ta thithin atë në kanalet e hundës, me frymare, me njëherë, dhe në këtë rast, do t'i kaloj një dhimbje therrse me fjalë po shumë më shkurtër, fraksion me sekonda është ajo, që do t'i njitet deri në kokë, por duhet të theksojmë se në këtë rast, ata do fillojnë të teshtinë dhe do të kenë nxjerr sekrecione dhe gjithçka që dhe ata do të ndihen shumë të lirë dhe do të jetë vërtet me fjalë një mrekulli e vërtet për ata, do thonë si ka mundësi që unë lehtësova kaq shpejt dhe nuk kam bllokim, nuk kam të shtimet mbarojnë, rrufa mbaron, dhe ajo thatësira ndonjëherë se pra ata persona që mund të ta bëjnë. Po, është shumë e vërtet, ne kemi përdorur kur kemi qenë fëmijë, që kemi pas ndonjë problem në një rrufë në një gjë dhe ka qenë shumë efikase. Madje edhe vonë unë e kam përdorur për persona që kanë refuzuar këtë, i kam thënë prit 1 minutë. Po kam edhe një gjë të fundit. Po, e kam zier aty, e kam bërë direkt, e kam kulluar aty me kullonjë. Magjibërse të mundit. Dhe i kam të nësithë e pak, dhe i kam vendosur direkt dhe ka të shtitur 10-15 herë, pastaj është normalizuar. Theksojmë dhe një diçka. Të fundit e lutem? Po, sakt. Po, normal. Të gjitha ata që kanë azmën ose mund të kenë dhe alergjit dhe kanë mos ngopje me ajër, mund të bëjnë edhe çajin e majave të pishës. Theksoj se kjo nxit shumë oksigjenimin e trurit dhe jep shumë oksigjen në mushkëri
dhe kjo gjë do t'i bëjë ata që të ndihen shumë mirë dhe ajo goditja që mundet të quhet dhimbja e kokës që do të jetë, ajo varja e kokës që do të jenë të përgjumur, të lodhur, do të rikthehet në energji, fuqi dhe mund të jenë shumë sportiv. Po, dhe në imunitet. Kjo nga dashkën e treve. Po, pra, po. Kjo ka dhe në diçka, duhet të theksojnë diçka. Dikur kisha bërë një pije me majat e pishave, këto, dhe ishin disa që kishin pirë, dhe i thash, meni nga këtë dhe mundet të ashojim, mbusha nga gotë vogël, sa po e këtu janë, u bë mesu, do të fillim nga e para. Atere që nesër praktik. Faleminderit shumë Irfan. Faleminderit shumë Irfan. Kemi reklama, kthehemi pas pak. Ja ku jemi. Rikthye me erdhëm, edhe ndihemi vërtet në sidomos në Debora ndihemi shumë të sfiduara kur na vjen Sara në studio me këto super forma dhe këto super Debora. Po të mund të them unë, e kupton që Sara, mirëmëngjes. Sara, mirëmëngjes, mirë se erdhe kënaqësi. Super gozë, shumë direkt. Një kampione bodybuilding dhe ka vetëm 6 muaj që është futur këtij sporti seriozisht për të marrë pjesë edhe në gara dhe menjëherë triumfove, more medalje të bronz në garën ballkanike. Po pse njëherë, pse? 6 muaj, si lindi kjo, 6 muaj. Sara po rrit drejt vetëm nga Romina, ndërkohë unë i flas. Po mendohem. Po mund të them që nga natyra jam kurioze, sidomos tek pjesa e sporteve dhe gjithmonë kam provuar disiplina ndryshme sportive, po që nga të preferuarat e mia ka qenë bodybuilding. Për të qenë edhe e qartë me publikun, normalisht kategoria që kam zgjedhur është bikini fitness, është një kategori që ruan format femini, duke i kombinuar ato me muskuj, pra nuk është një kategori e egzageruar. Është një sport shumë sfidues, për mendimin tim deri në limitet e ekstremit, dhe unë i adhuroj këtë lloj sportesh, kështu që nuk mund të rria pa e provuar. Dhe si ishte pjesëmarrja për ty, sa kohë përpara je përgatitur ti për garën, çfarë regjimi ke mbajtur? Atëherë, unë gjithmonë jam marrë me sporte, por stërvitja e bodybuilding kërkon një disiplinë të jashtëzakonshme. Unë kam filluar 6 muaj përpara garës, përgatitjen, dhe ka qenë një përgatitje shumë intensive. Në këto 6 muaj kam punuar thuajse stërvitje të përditshme, duke bërë stërvitje sa të gjatë në kohë për shembull? Po mund të them deri në 2 orë në ditë. Kam kapur 2 orë. Do shta një profesionist tjetër do zgjidhte edhe 1 orë e gjysmë, se ajo është intensiteti maksimal i muskulit, por duke qenë hera ime e parë dhe duke qenë se kam pasur pak kohë për përgatitje, deri në 2 orë në ditë ka qenë një stërvitje e plot. Duke përfshirë edhe kardion, duke përfshirë edhe gjysmore deri në 40 minuta. Po edhe ushqime, besoj se edhe regjimi ushqimor. Fantastike. Regjimi ushqimor pastaj nuk gabohet as grame. Por 6 muaj të tëra, do me thënë, ka pasur ndonjë ditë në javë që ti mund ta kishe këtë çilej, që ndoshta mund të haje ndonjë sheqer, ndonjë brumë? Dëshira ka qenë e madhe, do me thënë herën e parë timen, dëshira ka qenë shumë e madhe. Profesionistët e tjerë më kanë treguar që me kohën ti fillon edhe mësohesh. Por që unë e kam mbajtur dietën në një mënyrë shumë strikte, në një frut i vogël mund të ketë qenë thyrja më e madhe, një boronica, apo pak kivi, apo gjëra që ka qenë një video. Kivi është thyrje? Regjimi? Deri diku, nëse e konsumon në sasi të lartë, po. Nëse ti je me një frut të lehtë, pra një mollë ose një kivi, je okej, je brenda normave. Por nëse ti e ti kalon sasin, ti e duke marrë shumë sheqer, dhe kjo nuk të bën mirë, sepse je në një proces që ti duhet të definosh dhe të përthahesh. Wow! Derisa të arrish nxjerrësh muskujt e trupit. Dhe ti ishe në formën tënde perfekte? Forma më e mirë që kam arritur ndonjëherë. Wow! Edhe më trego pak për garën pastaj, si ishte, sa vajza ndoshta konkuronit? Atëherë, kategoria ime ka pasur 4 vajza në total, në pjesën e Ballkanit po flas, unë kam bërë edhe disa gara të tjera. Konkurenca ishte e fortë, gocat kishin më shumë eksperiencë se unë, dalja në skenë ishte e magjishme, pasa shumë emocione, por që i menaxhova mirë dhe mora një çmim shumë të mirë, si hera ime e parë. Çfarë ndodh aty? Komplimentet më të shumta në skenë në këto gara që merr një pjesë i mirë nga vajzat, që ke aty kolegit e tua apo nga djemt?
Komplimentat janë nga të dy anët, duke qenë se ne gjithë jemi profesionistë tek puna që bëjmë, gjithë urojmë njëri tjetrin për performancën që kemi arritur. Kështu që edhe nga vajzat, edhe nga çunat, komplimentet janë të shumta. Po ndërkohë prindrit e tu, pra kjo pjesa me prindrit si është, a janë ata suportues ndaj teje apo? Atëherë, duke ditur pak edhe mentalitetin shqiptar, normalisht prindrit kanë qenë pak fanatik në fillimet e mia dhe nuk është se e kanë mirë kuptuar këtë sport që në fillimin e tyre. Por mund të them që mbas daljes së parë në skenë, mbasi ata e pan si funksionon dhe si arrihet ky lloj sporti, kanë qenë shumë suportues ndaj meje. Janë krenarë të prioritete tua. Ndërkohë të thej që ke qenë një vajzë sportive dhe ke pas një pasion për sportet. Unë shoh edhe nga fotot që ti ndjek edhe sporte të ndryshme apo jo? Çfarë disiplinash? Përpara bodybuilding jam marrë me shumë llojshmëri. Preferoj shumë maratonat, më pëlqen vrapi, jam marrë me via ferrata, që është edhe në foto tani. Është si punë hiking, po që është e gjithë rruga është e përshkruar me rrugë metalike dhe ti provon të ngjitesh lartësi nga më të ndryshmet kacavirësh, në një farë mënyrë. Është një sport ekstrem. Është super ekstrem. Ekstrem. Si s'ka bën zemra aty. Edhe me Ka Photoshop ndodhur t'ishte? ndonjë incident, ndonjë Jo, via ferrata është shumë e sigurt, nuk ka asnjë lloj rreziku, je gjithmonë e lidhur. Edhe nëse ndodh që ti bie, janë pjesët e lidhës që të mbajnë. Po mund të përplasesh. Po mund të kesh një incident të vogël, ndoshta ndonjë dëmtim tek duart apo këmbë, po jo të përballueshme thua. E diçka e përballueshme. Nëse ti e bën në mënyrë korrekte gjithë ngjitjen dhe je me plan në mënyrën se si do manovrosh, është çdo gjë okay. Tani po I kuptoj prindrit e tu, se duke qenë se kam parë këto foto të këtij sporti dhe ka thënë bodybuilding, ka thënë wow. E qartë. Tu qëndro. Merru me këtë më mirë. Po. Edhe sportet të tjera përveç kësaj, maratona, që the, cila ka qenë ndoshta maratona më e gjatë që ke bërë? Atëherë, unë nuk është se zgjedh të bëj maratona me distanca shumë të gjata, preferoj ato që janë të shkurtër dhe me sprint. Duke qenë se kam edhe masë muskulare dhe nuk dua që ta rrëzoj masën. Një nga më të bukurat që ka marrë pjesë ka qenë në Berat, Green Half Marathon. Është vetë Berat. Ka qenë shumë maraton e bukur për shkak edhe të pamjeve që ishin përgjatë gjithë qytetit dhe me shumë famë, edhe kishte edhe shumë të huaj atë ditë, edhe nga Australia kam njohur njerëz. Edhe kjo ka qenë një nga eksperiencat më të bukura. Pra, jeta jote është ndërtuar në sport, të paktën, me kaq sa po kuptojmë ne. Unë jetoj dot pa sport. Për mua sporti është disiplinë, është sukses, është arritje, është mënyrë jetese, nuk e imagjinoj dot veten nëse e nis dhe e mbaroj ditën pa bërë një aktivitet sportiv. E kam shumë të nevojshme, edhe psikologjikisht. Ndërkohë profesionin e ke zgjedhur fizioterapiste. Je pak a shumë brenda, domethënë mund të jesh edhe mjekja e vetes tënde në ca raste. Profesioni im është një disiplinë mjekësore shumë e bukur dhe është mënyra më e bukur për të lidhur edhe me sportin. Pra ka edhe mjekësi brenda, ka edhe sport. Duke qenë në këtë lloj backgroundi mjekësor, kam dashur që edhe me sportin kem një relationship shumë të mirë, sepse për mua është informacion I plot për një pacient timin që gjithashtu mund të jetë sportist. Një përkrahje Kam gjetur atë ndërthurjen e bukur midis sportit dhe fizioterapisë. Ndërkohë, ne shqiptarët kryesisht kemi një lloj stereotipi për vajzat që krijojnë muskuj, që ndoshta humbasin ato feminilitetin deri diku në sytë e masës, flas. Të ka ndodhur ty që të kesh paragjykime për trupin tënd? Ai termi që zakonisht thonë je bërë si burr. Po, në Shqipëri ekziston ky termi. Më vjen keq që është e tillë mënyra se si e konceptojnë njerëzit, po unë do thoja që trupi duhet të jetë I shëndetshëm, duhet të jetë I fortë dhe I shëndetshëm. Dhe për sa kohë është I tillë, është edhe I bukur, edhe është në gjendje të kryejë të gjitha aktivitetet dhe përditshmërinë e tij. Për mua kjo është më e rëndësishme. Po ke hasur ndoshta shikime. Mund të kem pasur shikime të ndryshme, por që nuk është se më kanë shqetësuar. Po ndërkohë ndjen që këto shikime në përgjithësi vijnë nga njerëz që nuk e bëjnë sportin dhe nuk e kuptojnë
kuptojnë sa e rëndësishme është t'jesh sportiv. Po ndërkohë, në një të ardhme të mundshme, nuk e dim që ke dikë apo jo, po në një të ardhme të mundshme në base do friksohesh ti ishte një djalë për shembull që nuk merret me sport, do ta largoje nga jeta jote apo do doje një djalë sportiv? S'do e kishte fare në rrezën. Nuk është puna tek të qenë sportiv apo jo, por më tepër është ke mentaliteti. Sepse unë kërkoj një person që t'jetë me atë mentalitetin e t'jetuarit mirë dhe shëndetshëm. Edhe nëse nuk është një person që merret me sporte në mënyrë intensive, për sa kohë që ka mentalitetin është okej. Që nuk është problem. Ndërkohë ti po përgatitesh për garin e radhës që është në qershor, duket si do të shkosh shumë e afërt. Po, gati një muaj. Po, është mjaftueshëm, se duke qenë se kishe 6 muaj që përgatiteshe për garën e parë, ndoshta kjo duket si. Po, garat kanë ardhur rresht njëra pas tjetrës dhe në çdo garë ne mundohemi që të sillim një formë edhe më të mirë. Përpiqemi në stërvitje gjithmonë. Pra koha është e mjaftueshme dhe ti pret rezultate edhe më të mira. Ai ke marrë mbar me çmime, domethënë. Në 6 muaj jam shumë e kënaqur. Ne urojmë që kështu të vazhdojë të suksese. Edhe shumë suksese të kesh. Faleminderit. Sa më shumë çmime. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi. Gjithashtu dhe për mua. Ikim në reklama, pastaj keni hapësirën e kuzhinës dhe paç një ditë sa më të bukur, jemi nesër, pafshim. Ditë mbar.